Filluam prapë dhe sot është një temë që unë e kam shumë për zemër sepse është një temë që është brenda meje, është një pjesë e identitetit tim dhe identiteti im, ajo pjesë ka lidhje me punën, me dashurinë, pasionin që ke për punën, ndoshta fiksimi për punën është një shprehje që njihet në anglisht që quhet workaholic, pra si alcoholic, ato të varur mbas alkoolit, këto janë të varurin mbas punës. Unë nuk e di tamam dhe doja të pyesja ty. Hello. Jona, doja të pyesja se është varësi dhe ku dallohet varësia nga pasioni, se unë për shembull e kam shumë dëshirë këtë gjë, po nga ana tjetër e kam ndier që her pas here, nëse nuk jam në rastin tim duke krijuar, e ndiej veten shumë të paaft, sikur e ndiej bosh, sikur s'kam asnjë lloj vlere dhe madje edhe me pushime, e kam që do 2 ditë që mund të kem një pushim të plot dhe pastaj kam dëshirë që të merrem me diçka, të bëj diçka, qoftë edhe në çadër, nëse kam dikë afër edhe është duke folur për shembull për punë, biznes, edhe unë jam e qetë, dua të dëgjoj më shumë për atë dhe ndoshta të jap mendime, të ndaj mendime. Dhe çdo njeri që flet për punën dhe flet me pasion për punën, kështu më tërheq. Shumë. Njerëz që flasin shumë ngadalë, që marrin kështu si vëmë që do, ose nuk e di, nuk kurse kam pas tërheqje shumë të rria në gjithmonë edhe komunitetin dhe miqt dhe mikeshat e mia janë të gjithë njerëz që flasin shumë për punën dhe shmangin i kalojnë shumë shpejt personalet. Domethënë, muhabetet personale i mbarojnë shumë shpejt, edhe unë jam një ndër to. Po fole për punën kemi si me mua, po fillove jo më laj si t'ja bëj, si ta ashtu, filloj lodhem, kështu futem. Nëse nuk është histori interesante që unë mund ta përdor. Po e ke kuptuar pse të motivon të flasësh për punën? Kam një siguri pa siguri brenda në punë, po kam një siguri, sigur e kam në kontroll. Mendoj që punën e kam në kontroll. Më shumë se sa çdo gjë tjetër. Për shembull, faza kur un kam krijuar Snobin, ka qenë nga faza më të bukura të jetës sime. Një dashuri e jashtëzakonshme, unë isha vetëm në një zyrë me shumë cigare, shumë fruta të thata, me 2 paltuta që i ndroja, 20 kg mbi peshë dhe kam thënë gjithmonë, isha shumë e lumtur sepse kisha personazhe në kokë dhe isha vetëm unë dhe ato dhe nuk kishte lumturi më të madhe. Pra unë prapë kisha në kontroll atë, i thoja personazhit, ti tash do bësh atë, isha në një që e direktoja vetë, udhëhiqja vetë. Kurse njerëzit pastaj, për shembull, unë menaxhimin, nëse do më japësh mua krimtarin të punoj, kam më të lehtë. Te menaxhimi më të vështirë. Pastaj menaxhimi i jetës private, për shembull, edhe aty kam gjithmonë vështirësi dhe them, okay, puna gjithmonë më ka dhënë një feedback që aq sa kam dhënë e kam marr. Po të ka dëmtuar në jetën personale? Puna? Po. Se dalim tek pyetja që bëre, ku ndallon varësia nga pasioni? Po mund të jetë fakti që ne që i hapim punë vetes, që gjejmë punë, zhytemi aq shumë ndonjëherë edhe për të shpëtuar disa situatave, dhe ndoshta nëse do sqaroheshin situatat, pra do isha aty, ndoshta edhe gjërat mund të ishin edhe më të qarta që në fillim, që një gjë bëhet as bëhet, merret vesh në fillim. Kurse duke e angazhuar vetëm me punë as kaq se kalon një sekond bëjun këto, janë mbaroj të projekti, ose kam të projektin, edhe kënaqësia që marr nga ajo gjëja, që isha gjithkohës busy, ndoshta mund të jetë ajo pjesa që ke shmangur dhe nuk e futur në thellësi të problemeve që mund të kishe, por nga ana tjetër them, duke u shmangur ndoshta s'ka qenë kohë e keqe edhe në marrëdhënie, s'e di. Sepse ka një diferencë shumë të madhe mes asaj që krijohet për të dhënë një vlerë dhe për asaj që na sillet kundër nesh. Pra fillon dhe bëhet puna qendra e problemit, ku nuk na lejon të shikojmë se çfarë po ndodh me ne si persona. Shumë persona bëjnë atë që ju shmangen problemeve personale, prandaj qëndrojnë një kohë të gjatë tek puna. Ose siç e the dhe vet, ndjenja e kontrollit. Ka disa persona që e kanë të rëndësishme të kenë në kontroll, perfeksionistët, detajistët, narcisistët, persona të cilat marrin, domethënë ka gjithmonë diçka që marrin që i bën të qëndron tek varësia. Dhe varësi është kur në momentin siç krijohet varësia nga substancat, nga alkooli, nga të gjitha llojet, edhe pjesën e bixhozit, kanë të njëjtin funksion në pjesën e trurit. Pra ka një shpërblim që personi e merr përderisa qëndron aty. Dhe shpërblimi mund të jetë pranimi nga të tjerët, pra pranimi i jashtëm, kënaqësia që marrin nga ajo që japin për shkak të punës në komunitet, mënyra se si ata lidhen vetë me pjesën e punës, pra arritjet, mund të ketë një person shumë orientuar ndaj suksesit, dhe përmes saj fillon dhe merr kënaqësi. Ka një nevojë që i plotësohet aty.
dhe nuk i intereson nëse ka pasoja. Tu dalim tek varësia, pra ato e din shumë mirë që ka pasojë negative, përsërisht e vazhdojnë sepse kanë të pamundur të shkëputen prej saj. Shiko, unë mund të them që fyrja më e madhe që unë kam ndier në jetën time është kur jam pushuar nga puna për herë të parë, kam qenë 21 vjeç. Dhe që e meritoja. Ishte shumë dhe që doja të ikja nga puna, isha përgatitur. Kështu normalisht ai tjetri do më mësonte. Por a di që unë jam pushuar, jam ndier shumë e ulët dhe e vogël. Dhe nuk jam ndier kështu as kur më kanë tradhtuar. Kam dëgjuar thashë theme për veten, kot. Mua që më thuash mua për shembull atë fjalën e përdale kështu, unë qesh, ai s'ma ndjen fare. Të më thuash e shumtuar, them, okay, varja, mërzitem 2 sekonda, po të më thuash nuk e di. Çdo gjë tjetër. Mund të thuash e pisanjose, mund të thuash thashë themexhie, po të më thuash mua që kjo është e paaft. Ka njerëz, unë e kam pasur edhe me po flas për vitet që për momente që unë realisht kam ndier, edhe njerëz që kanë pasi ballafaqim në nerva e si për dikush që tash më vlerëson shumë. Dikush më ka në nerva e sipër më ka bërë një letër ku merrej vetëm me pafsim time për të menaxhuar situatën që si që pafësisht e Zoti krijoi një situatë dhe unë përfundova aty dhe unë mendova se kisha krijuar unë situatën. Po pafësia ime dhe me këtë lloj pafësie nuk e di si do ja dalësh ti një çfarë do bësh. Dhe unë se kam harruar atë letër, atë gjë, dhe kur e kam ballafaquar mbas shumë vitesh personin e mandem mend. Madje më kërkoi falje për diçka tjetër, i thash jo, kjo ka ngelur tek mua. Dhe për shumë kohë më ka lënë shenjë pjesa që ka lidhje gjithmonë me pjesën e punës. Kurse të tjerët i kam kaluar shumë më kollaj. Në fakt është edhe kjo një nga arsyet pse njerëzit bëjnë të fiksuar pas punës. Më fal që po përdor historinë tënde, po nuk ka problem, po tregoj. Nuk ka të bëj eksaktësisht me atë, por ndoshta për njerëzit e tjerë që mund ta gjejnë veten, pra është dhe fakti që kanë dështuar një herë në punë dhe që bëjnë të fiksuar mbas punës, mund të jetë kjo një nga arsyet, sepse duan t'i tregojnë vetes që mund t'ja dalin praktikisht. Ka dhe një aspekt pozitiv në këtë, por duhet të themi që në rastet e varësive, shumë studiues i cilësohen si varësi workaholic ose të fiksuar pas punës, ka të tjerë që thonë është vetëm një cilësi personaliteti, por në të përgjithshmën e saj mendoj se është një varësi. Pasi ti dëmton çdo gjë, duke filluar nga shëndeti, nga pjesa e marrëdhënies me të tjerët, me familjarët kryesisht, kohën tënde të lirë që nuk e konsideron fare, madje të bën të ndihesh në stres nëse ti nuk je duke punuar. Këto janë shumë cilësi që i bëjnë të lidhen shumë me varësinë. Unë s'kam ditur që kanë qenë festat asnjëherë, nuk e kuptoj fare njerëzit që punojnë 9-5, nuk e kuptoj njerëzit që kanë fundjavë të gjatë. Unë ditën që ra pandemia, kam qenë njeriu më i lumtur, sepse në zyrën e Anabelit, pra u bosh aty zyra dhe ti mund të mendosh që ekonomikisht do kesh tash rënë të ardhurash. Mua nuk ma ndjente fare për atë, madje krijova dhe një sistem që fituam lek gjatë pandemisë, sepse aty ishte shefi im që të mendoja këtë gjën, dhe unë ula të shkruaja një film që nuk po bëhet akoma, ishte i lezetshëm. Ula në zyrë bosh dhe thash më në fund ikën të gjithë, ndërkohë që për punëdhënës të tjerë do të ishte të merr më ngeli prodhimi. Pra unë do doja të punoja tërë jetën time dhe mendoj që çdo njeri që ka dashur punën deri në fund ka jetuar, e ka pas shumë të kthjellët truri dhe ka. Çdo njeri që unë njoh që vdes për punë është 20 vjet më i ri duket, që e duam punën. Madje njoh njerëz që thonë po nuk punova, nuk jam në këtë jetë. Duke përfshirë dhe një ish kryeministër që ka këtë sindrom. Është edhe deklaruar në studime që njerëzit që janë në pozicione drejtuese janë më të prirur për të përfunduar në workaholic. Sepse jeni të lidhur me gjithçka, pra duhet jeni ju ato që merrni vendimet, edhe detajistët patjetër që shikojnë me kujdes, sepse është puna që keni ndërtuar. Mendoj që janë pak vizionare dhe janë ca gjëra që nuk e shpjegoj dot njerëzve tash, por që rrugës kanë ndodhur dhe janë bërë më vonë, dhe ajo pjesa kur unë e them një gjë se dua ta bëj, asnjë nuk e kupton. Kështu që unë duhet filloj nga e para të shpjegoj dhe ta ndërtoj. Pra unë nuk kam referenca. Kur kam krijuar bizneset e mia, as Anabeli nuk kisha referenca të bëja atë lloj reviste që bëra, po s'kisha referencë për Via Anabeli që është second hand luxury që nuk e ka ekzistuar në Shqipëri atëherë. Nuk kam referenca për të ndërtuar të lloj mediaje. Nuk kam referenca. Domethënë ajo vjen nga koka ime, patjetër e shohim botën, po janë të regjistruara. Kështu që kjo është pak e vështirë sepse ti duhet t'i bindesh të tjerë, të delegosh, të mësojnë të tjerë se çfarë duke bërë ti, se është frymë e re, kështu ta ndërtosh të. Kështu që është një çik karma ime kjo, por mendoj që përderisa ma ka dhënë Zoti, unë do e mbaj. Dhe në lodhje dhe varësi e sipër, kam marrë dhe lumturi të jashtëzakonshme nga puna, por siç edhe
nga ana karakteriale duhet punoj dhe po punoj akoma. Që gjithmonë me pak ndihem jo e pavlerë, po s'punova. Edhe mërzitem realisht, për shembull i thash edhe Tur Hyskës kur bëret filmin ai, po bënte filmin, thash u bëra xheloze për ty se duhet të jem dhe unë të bëj një film në kinema. Po ndërkohë harroj që kam Andalen dhe është kompani e madhe dhe ka ditë që unë nuk e vlerësoj, them po mirë aty është, po mund të bëj dhe diçka. Domethënë pastaj them vetes një sekondë se kjo është diçka e madhe gjithsesi. Ose kur të lavdërojnë kam atë imposter syndrome që them mirë, okay. Po e zbusë dhe thjesht duhet ta kuptoj që unë nuk e marr vlerën nëpërmjet punës dhe nuk e marr vlerën duke treguar njerëzve të mi për cilët punojmë se është më çuditshme edhe koka e CEO-s. Unë nuk e dija, por mendoj që CEO-t janë edhe ka një fëmijë brenda vetes shumë të fortë. Se duket shumë e ftohtë. Madje sa më shumë të ftohtë, unë kam thënë edhe sa më të ftohtë të bëhen CEO ndonjëherë janë po mbrohen. Jo se janë të këqij. Dhe nuk besoj që shumica njerëzve që rrinë në maj, pjesë më kakos nuk është se janë nuk po flas për diktaturën, po flas për nuk janë, se nuk mund të rezistosh do të jesh keqdashës të bësh keq, sepse truri yt është rreth vizionit se çfarë do bësh, nuk ato janë gjëra të vogla të cilat nuk të lën ty të ecësh përpara. Dhe un kam pasur gjithmonë një fiksim që qoftë edhe gazetarja më e re dhe komplet pas një lloj eksperiencë e cila s'kishte asnjë lloj aftësie, kualiteti, kushdo që vinte te mua, duhet që unë t'ja tregoja që unë punoj shumë. Që duhet e meritoj, nuk e di pse e kisha këtë. Që duhet vi në punë, duhet jem ose erdha në punë. Dhe vazhdoj akoma bëj pyetje vetes. O su duka fare sot ç'a ndodhi. Ndërkohë që kujtoj pastaj gjithë pronarët që kam pasur në burra, unë si kam parë kur në televizione tjera. I shifja që esin vinin edhe nuk është se rrinin uleshin aty, nuk rrinin me ne, aty si flisje. Dhe gjëja ecte. Kishin lënë njerëzit e duhur, e thashun, tash atë po mësoj, të lë njerëzit e duhur dhe ti ecën, se them, mos kam shumë tangëllëkun që vi edhe rritet zyra ose zvi fare ose po ajo është më e mirë për mua se unë ka fitoj qetësinë që të mendoj dhe ku ta çoj ato, nuk jam për të bërë më gjëra të vogla, siç jam bërë dikur që e rregulloj dhe sirtarin, edhe fshija tavolinën, edhe prezantoja. Ndoshta kam mbaruar ky cikël. Edhe kjo është pjesa që e lëshoj pak edhe s'dua dukem dhe urdhëruese, po nga ana tjetër nga stresi bëhesh. Kjo puna jote do që ti lësh pak punojtës në liri. Po përpiqem, po mundohem. Ku të jem aty ku duam edhe nga dy gjëra. Mendoj që po të fututja unë duart her pas here, mund të ishte edhe më mirë ai gjë, po do ta mësojmë vetë. Dhe jo të gjithë mund të bëjnë atë që bën ti dhe duhet biesh paqe me këtë. Shumë e rëndësishme. Unë s'ka bia paqe dikur, thoja, si ka mund të qenë se bën ai, ka këtu. Jo, ti e bën ashtu, tjetri e bën ashtu. E rëndësishme është që fryma të jetë ajo e asaj të madhe. Anyways, kjo ishte çikë rrëfimi im për punën, sepse unë jam pa punë, unë jam njëri tjetër, se di kush jam. Ne kemi 4 telefonata sot, 4 workaholics. Armela Mazreku në video call ka bërë 13 vjet, ka bërë 3 punë njëkohësisht, që nga më keq se mua, lektor në universitet, ka mbaruar doktoraturën, ka punuar në marketing, farmaceutik. Pastaj kemi Ilian 34 vjeç, atëherë këto do flasi për punë, kështu që janë në video call, nuk kam probleme. Nuk jetoj do pa punën, thot, punoj 18 deri në 20 orë në ditë në Gjermani. E vetmja që është anonime zë të ndryshuar do jetë Inisi, sepse e ka punën e tillë në mjekësi që nuk do donte që të për arsye të veta profesionale, nuk e di, të brendshme të punës. Dhe Livia Drita në video call. Livia ka mundësi financiare shumë të mëdha nga familja. Ajsa Jati thot, atë rrok që merr, pse punon për të tjerët, ose si mund marrësh leje ti, sa dhe ka biznesin e vet, por kjo thotë dua unë, dua këtë gjë. Kështu që janë goxha histori të mira. Telefonatën e parë kemi në video call Armela Mazrekun, ka 13 vjet që ka bërë 3 punë njëkohësisht, lektor në universitet, ka mbaruar doktoraturën në 2020-ën. Ka theksuar edhe Elona këtu që 13 vite thot ka bërë edhe 2 edhe 3 punë. Armela? Po. Çfarë 3 punësh ke bërë njëkohësisht dhe në çfarë oraresh? Historia ime e punësimit ka nisur në vitin 2012. Kur unë jam diplomuar dhe kam filluar punën time të parë në marketingun farmaceutik dhe njëkohësisht kam filluar si pedagoge me kohë të pjesshme në Universitetin e Tiranës. Dhe kështu kanë vazhduar në 2013 kam filluar doktoraturën dhe
automatikisht u bën 3, puna mbi për doktoraturën, puna në universitet dhe puna në farmaceutik. Kanë shkuar duke u zëvendësuar her pas here, ku puna në universitet ka qenë në plan të parë, por unë u bëra lektore me kohë të plot, ndërkohë punat e tjera deri në 2020 që edhe fitova gradën shkencore, doktore e shkencash në inxhiniering kimike. Deri në atë periudhë pastaj kaloi pjesa e mëmësisë, sepse unë u bëra edhe mamë dhe u bën 4 pothuajse. Ajo është 6 me fëmijët. Po. Tani momentalisht jam vetëm me pjesën e lektores në universitet me kohë të plot, jam edhe në institucione të tjera të arsimit lartë që jam me kohë të pjesshme, ndërkohë ofroj dhe konsulencë në marketing farmaceutik. Prap 3 punë. Edhe çunin 4. Çuni 6. Sa orë punon në ditë? Nëse do i referohem punës time që është puna në universitet, pak a shumë i merr 6 orë të mira, në bazë të orarit të mësimdhënies në fakultet. Pastaj pjesa tjetër është pjesë e cila mund të fillojë edhe në 10 të darkës, ndërkohë që po ju prisja juve po punoja për një prezantim. Kështu që mund të filloj në 10 të darkës dhe të mbaroj në 2. Natës 3, varet kur mbaroj materialet që më duhen. Sa orë fle? Po, në varësi të ditëve caktuara, sot mund të jem me 4 orë gjumë. Po, punën e merr me vete në pushime? Po, e marr me vete në pushime. Fundjava kështu si ke? Nuk mund të them që është çdo fundjavë punë, realisht. Sepse ndaj njërë nga ditët patjetër që është i dedikuar familjes, nuk jam aq sidomos në këtë rast që unë kam hequr dorë pak a shumë nga marketingu farmaceutik fizik, jam pak më e lirë, sepse jam në planet e mia për të krijuar diçka në të ardhmen totalisht personale dhe jam pak më e lirë, kam më të lirë kohën se sa kam pasur deri në korrik. Po partneri, besoj që je e martuar apo je ke familje? Po, bashkëshort. Bashkëshort, jo se tash nuk e dim se ç'a ndodh, kupton, kështu që sigurohemi. Mund të jemi dhe partnerja, se di. Prandaj e theksova bashkëshorti. Bashkëshorti, ç'a mendon? Ka marrë kritika nga ana e tij sepse për faktin që unë jam workaholic, edhe për faktin që mbart në familje dhe problematikat e punës, i sjell, jam nga këta persona që edhe i sjell fatkeqësisht, i sjell me sjelljen time, ndoshta edhe me pjesën e shqetësimeve, por që ka shumë suport përderisa unë kam vazhduar dhe i kam bërë. E ke kështu fiksim që të zbatosh afatet? Po. Madje deri në minutën e fundit do jem duke përmirësuar diçka. Tek afati, në qoftë se deadline-i është nesër në orën 10, unë deri në 9:59 i kam dhënë dorën e fundit diçkaja për ta dorëzuar. E ke të rëndësishme që të vlerësojmë punën, që të ta thonë? Më them të drejtën, po. Ndoshta më herët më shumë, me ardhjen e rritjes së eksperiencës edhe e kupton që ndoshta në ditët e sotme kuptoj që koha mund të ishte më e rëndësishme etj, por më përpara e kam pasur të rëndësishme, sepse e bëja me shumë dashuri, investoja çdo gjë për punën edhe nuk do të se me doja të flamurin e kush, po të bukur, po doja që të kuptohej ajo çfarë unë kam bërë. Ky vend është një vend pak i çuditshëm. Ka njerëz që marrin vlerësimi dhe vlerësojnë për aq sa japin. Ka edhe të tjerë që mendojnë që nuk kanë vlerësuar asnjëherë aq sa kanë dhënë ose që aq sa meritojnë. Ti si e ke ndjerë këtë në punën tënde? Ka pasur raste që jam ndjerë pa vlerësuar dhe e kam kërkuar atë vlerësimin, egoja personale ka kërkuar me disa forma për ta marrë si trofe, si kur e meritoj. Ka pasur raste që e kam marrë pa pasur fare, marrë dhënë në një mënyrë shumë të qetë, shumë të pashtë, ashtu siç me një rrjedhë shumë normale. Po je nga ato që kur futesh në një punë bën direkt biseda pagese apo ke thënë që dua një herë të t'ju provoj dhe pastaj më shihni? Asnjëherë. Asnjëherë. Kjo ka nisur me punën time të parë, që unë kam punuar 2 muaj pa pagesë, edhe ndoshta kultura e tillë ka vazhduar e punës,
edhe kam treguar çfarë jam aftë të bëj për gjatë këtyre 2 muajve, më saktë kam fituar vendin e punës, me atë dhe në mënyrë të tillë ka shkuar e gjitha. E kanë njëna në fakt shumë njerëz që janë shumë të zotë në punë, të avë, domethënë, gjithmonë fillimet ose nuk e kanë pasur tek leku, por në një moment biles ka qenë ai stresi që në një moment kur je punë sipërthore u meritoj më shumë, po ti se ke bërë kurrë të muhabet, se je përfshirë në punë shumë. Po kryesisht në eksperiencën time, çdo njeri që është shumë i aftë në punë, asnjëherë nuk e ka bërë këtë muhabetin e pa. E kanë fituar vet, ose je prishur me ata se kujtohen që duhet paguajnë më shumë, po pronarët nuk pëlqejnë që të heshtin derisa të ngres zëri, domethënë. Çi nga Mund të çi. ketë ardhur në momente të caktuara, po jo në fillim kjo gjë. Ndoshta më vonë duke ndezur lampat alert, te jam tu, shiko ku jam, pse nuk shef se çfarë, në mënyra të tilla mund të ketë ardhur. Por jo, në takimet e para, në fillimet e para asnjëherë. Çfarë motivimi ke pasur në fillim? Për të përfshirë në pjesën e punës kur kuptove që po egzagerohej shumë. Të them të drejtën, më mbante egoja, edhe aftësia për të vazhduar të treguar që pavarësisht se për të qenë e dukshme gjithkohës. Po kujt po i tregoje? Domethënë njerëzve të familjes? Edhe vetes, se në momentin që ti ndoshta nuk e merr një vlerësim, ke nevojë ta tregosh vetes që ti je aftë për ta që e ke bërë këtë. Kjo përmbushje vetes nuk është mbushur asnjëherë, më sa kuptoj, përderisa vazhdon dhe shton më tepër. Jo, unë vazhdoj dhe punoj dhe i bëj, jo se nuk është përmbushur ajo e vetes time, vazhdoj dhe punoj sepse jam një person që dua të bëj aktualisht, por në raste të caktuara, nëse ka pasur diçka që unë nuk kam qenë e vlerësuar, kam shtuar dozën e punës apo të resistencës për atë çka kam qenë duke bërë, për të merrë vlerësimin. Po, për të treguar që jam, për të bërë dukshme, për të treguar që jam këtu. E ke kuptuar dhe çfarë janë efektet negative që ty të kanë dëmtuar gjithsej kohë? Që ke qenë e përfshirë kaq shumë në punë. Fakti që nuk kam punë asnjëherë, jo. Si të ka dëmtuar kjo? Dhe fakti që unë në thonë se ju dal gjithmonë punëve përpara. Domethënë, nëse ka për të bërë diçka dhe nuk është bërë, asë e marrë dhe e bëj unë atë në çdo. Më ka dëmtuar sepse në një moment apo një kohë më ka konsumuar, ndoshta shtuar doza e të bërit workaholic. Jona thotë në një moment gjatë historisë ka 2 momente, e para që shihej vetëm 2 orë djalin dhe nuk e din nëse mund ta pyesim a kishte ndjenjë fajt, a ke ka pasur ditë të caktuara që unë kthehesha në 6 dhe djalin në 8:30 maksimum i flen gjumë. Dhe normalisht këto 2 orë kishim kohë për të kaluar me njëri tjetrin. Gjatë të javës dhe gjatë kur të merr intensiteti punës, jo, nuk e kupton ndjenjën e fajit, ama kur kishte momente të caktuara që kishe një fjali nga mbrapa që të dua shumë, ku je, pse s'më more ti sot nga kopshti, pse kështu, pse ashtu, atëherë fillonte dhe e kuptoje edhe ndjenjën e fajit më shumë. Çështja është që një person që ka kaluar në workaholic ose të fiksuar pas punës, është sepse ndjenjën e fajit ata i mbysin të nesërmen me më shumë punë. Prandaj nuk bjen asnjëherë në kontakt me një ndjenjë fajit të zgjatur. Gjithmonë ke një moment që e ndjen, pastaj të nesërmen fillon edhe je sërish i strukturuar në atë që po bën. Edhe unë sa po e thënë, gjatë javës nuk e kuptoja. Me merrte dita ditën, punën, edhe nuk e merrja vesh. Siç është ndjenja e fajit, mund të kesh shtypur dhe shumë situata të tjera emocionale. Por ka pasur raste që kam pasur për të bërë diçka familjare dhe puna ka qenë për të atë ditë duhet të bëja punën dhe kam lënë pjesën familjare, organizimin e gjërave dhe kam kaluar tek puna. Po për veten, kujdesi për veten, si ka qenë gjatë kësaj periudhe që je përfshirë shumë në punë? Ka qenë jo optimal, jo i pëlqyeshëm, realisht. Se nuk del koha. Armela thotë që tani që ka vetëm një punë, të paktën siç i ke thënë Elonës, dihet si e pavlefshme. Po, ka raste të caktuara në këtë periudhë që them, po pse po pushoj kaq shumë? Sepse puna i ka caktuar ditën, ka qenë struktura ku ka ecur
edhe i ka lënë tani bosh dhe nuk di si ta menaxhon më. Armila, ç'a bën ti kur i kot? Nëse rri ndonjëherë kot. E zë, më ke çunin në gjumë, ç'a mund të bësh ti? Apo i fillon hap punë shtëpisë, rregullon shtëpinë? Jo, them drejtën, më ka kaluar kjo pjesa, gatuaj. Po rri ndonjëherë kot, thjesht rrish kot kolltuk, shohësh Po. një serial komplet, ë? Po, komplet jo, asnjëherë. Asnjëherë. Zgjedh gjithmonë filma të shkurtër sepse nuk dua ta përgjigjsoj për të gjithë personat workaholic, po kam përshtypjen që e kemi të zhvilluar pak ADHD. Edhe nuk fokusohem dot për ta parë një serial. Edhe një libër e nis duhet të më tërheqë shumë, ose do të kem shumë kohë momentet e para që të më tërheqë që ta mbaroj, ose do ta mbaroj brenda natës, ose 2 ditëve, ose po nuk e mbarova gjatë kësaj periudhe, do ngelet aty sipër. Ka qenë momente për shembull që ti të ka ardhur keq s'ke qenë, qoftë nga ai momenti më i thjesht në një bisedë që ti nuk je përqendruar, që mund të kesh qenë e rëndësishme deri tek prindrit e tu apo diçka me familjen, në një event familjar, ke pasur raste që realisht ke thënë që mund ta kisha shtyrë të kisha bërë më vonë? Ka pasur raste, kam qenë duke humbur celebrimin e tij me motrë. Jam kthyer në momentet e fundit dhe kam shkuar, sepse mendova që ajo po celebrohet. Unë do shkoj në punë. Dhe ka qenë momenti i fundit, nuk e di, domethënë që unë kam kthyer timhonin dhe jam nisur për të celebrimi, ka qenë një rast i tillë që unë jam fjelluar në moment. Cila është frika jote më e madhe kur nuk je zën? Gjithmonë mendoj për rezultatin final të çdo pune, të më përparshme apo. Është orientuar drejt rezultatit, pra dëshiron të arrish një rezultat, prandaj qëndron në Unë jam te pjesa e shkencave eksakte dhe gjithmonë atë ke. Rezultati shumë i rëndësishëm. Ke parë njerëz të tjerë si ty në ambientin e punës? Po, sidomos në fakultet ka shumë. Po në familje? Unë jam rritur me këtë lloj koncepti në familje, doja ta fiksoja me punët e shtëpisë, me ato çfarë arrinim të bënim të ndihmonin në shtëpi. Kam qenë që mund të them me gatimin që klasë 6, që sa i bie 12 vjeçe, me gjëra të tjera, mendim ndaj shtëpisë që herët, kështu që jam rritur me këtë. Je stërvitur. Kam pasur gjyshin tim që deri te 10 vjeç ka punuar. Në fakt është, nuk e di, edhe unë e kam pas të kulturë pune, të dy prindërit e mi kanë punuar shumë. Gjithë kohës, si kisha shumë në shtëpi, edhe mund të jetë, ka lidhje edhe kjo? Po. Është mësuar, sjellje mësuar. Unë i kam parë të dy prindrit. Mamin e kam pasur në shtëpi me punë artizanale në shtëpi që e ka gzirë ndoshta për të realizuar ato çfarë kishte për të bërë. Armela, po partneri yt ka pas një tjetër marrëdhënie me punën? Po, partneri im është shumë i saktë në marrëdhënie me punën, në respektimin e çdo lloj orari, situate, çdo gjë, dhe në momentin që mbaron puna, arrin të vendosë kufijt. Ka tjetër marrëdhënie, nuk ka të njëjtën. Armela, unë falenderoj shumë për rrëfimin tënd. Faleminderit. Doa vetëm të them diçka që është më mirë të jesh fiksuar pas punës sesa të mos punosh. Unë bie dakord, megjithatë dikush më ka thënë, kam qenë mbaj mend me një shoqen time, të dyja dhe ajo shumë e zonja jashtë Shqipërisë, dhe po diskutonin për njërin, një shoqe të përbashkët, e cila kishte vendosur që kishte emigruar dhe nuk donte të punonte. Pra donte të rriste fëmijët. Dhe kishim një gjysmore në telefon që diskutonim bashku, apo kjo, unë i thoja që të kam thënë që a është dembele, po si mund të ri njeriu, si vjen në imigrim e vendos që të bëj fëmijë të ri në shtëpi e kështu. Dhe tha dikush që ishte po e dëgjonte, ishte mashkull. Tha, ore, ka veç qef gra që të ri në shtëpi dhe të rrisin fëmijët edhe të merren me punët e shtëpisë. Kështu që respektojini dhe atë, se ne na duke i çuditshme. Jo, absolutisht e respektoj. Nuk e kisha në të koncept, sepse puna është edhe ajo të rrisësh. Realisht është shumë punë. Është më shumë se sa të bësh projekte, sepse po projekton një sistem, një organizim si një të ri për shoqërinë, siç është një fëmia, një etj. Nuk është se nuk është punë. Jo, unë po flas për persona të cilët rrin gjithë ditën një zyrë dhe nuk ka një produktivitet, një ditë produktive, dhe nuk jemi askush për të
për të gjykuar askënd, të them drejtën, unë e thash thjesht në raportin me veten time, me atë çfarë thashë për cilë shpesh herë në auditor, shumë herë kur i shoh edhe studentët e mi pesimista, mundohem që shpesh herë t'ju rikthej dëshirën për ose t'u andes nëse nuk e kanë për të ecur përpara dhe sidomos për punë. Për shkollimin dhe për punën në varësi shpeshherë shkollimin, sepse të ndodh shpesh në momentin që ti ke mbaruar një shkollë, sidomos në vitet e sotme, që shkollimi që ti ke bërë nuk e gjen veten në tregun e punës. Si kudo. Ka dhe njerëz që siç ke qenë ti ose unë që kam të mësuar të pjesën e punës edhe nuk e kam pjesë identitetin tim, ka njerëz pastaj që nuk punojnë dhe mua më ka ndodhur kjo në një moshë, nuk doja të jepja sepse nuk e doja atë gjën. Dhe puna është ta kuptosh sa më shpejt dhe të ikësh nga ajo punë. Po ka njerëz që e kuptojnë dhe kanë frikë, pastaj edhe frikra që ndoshta workaholics nuk i kanë, siç janë frika të largohesh, frika rrogës, por nuk duhet i mendosh këto. Mendoj që gabimi që bëjnë të rinjt është që rrinë dhe s'ka produktivitet, po mendoj që çdo njeri mund ta gjejë veten në një gjë dhe mund të jetë shumë i mirë për atë. Futet në çik sistemi që të tërë duhet jemi në shkollë, të tërë duhet kemi punë, ndërkohë që njëri mund të jetë një zanaçi jashtëzakonshëm dhe ta dashurojë atë punë, dhe ndoshta edhe paguhet më mirë. E kemi çik mbrapsht, jo vetëm ne, po e gjithë bota po riformaton. Madje tash do një teori që mbas 10 vjetësh njerëzit do punojnë për qef. Një teori e re. Po të riformatohet. Është shumë interesante. Nuk, se di se do i bëjmë lekët, po ndoshta alienët që janë duke ardhur do na e zgjidhin. Po kjo ishte, pra është sistemi edhe sidomos edhe në shkollat shqiptare që duhet i thot atyre që nuk është mos të dalin të zhgënjyer se si janë të gjithë inxhinier kimistë dhe nuk ka me qindra laborator Garnier apo ku di unë Vichy se që kanë qenë ca për kremra estetik a çfarë ka, po kaq ky vend nuk kaq researchers bëhen dot këtu, mund shkojnë jashtë shtetit. Por nga ana tjetër mund të gjejnë gjën brenda inxhinierisë kimike që pastaj këtu vjen edhe pak kreativiteti se mund ta përdorësh, janë ca gjëra që mund të përdoren, ca aftësi që i përdoren edhe në vende të tjera. Edhe kjo është pastaj për të bërë një temë tjetër, po gjithsesi unë të falenderoj shumë edhe faleminderit. Kujdesu për veten, mos harro kujdesesh për veten e pasere. Faleminderit. Okej, faleminderit. Unë dhe telefonuesi sot jemi kështu si gang. Pra unë nuk do t'jap të flasësh vetëm ti, unë nuk e thash kujdesu për veten kohë, sepse unë s'po t'jap asnjë lloj këshille, jam komplet e zhytur. Delina e gjen kohën për të kujdesur, se the sot. Jo, tani po, absolutisht ka ndryshuar tani. Madje kam një orar pilatesi që tash po e them publikisht, po çon si ka, është orari im, të cilit tash kam mësuar se dikur shiko se kam diçka ose si t'ja bëj se kam këtë dhe e hiqja, se kam të punën. Jo, gjërat janë bërë dhe pas pilatesit edhe para pilatesit. Kështu që orarin e pilatesit unë nuk e lëviz për asgjë. Thjesht atë orë jam me zën. Por ama unë nuk jam me zën në orën 7. Mund mos jem me zën dhe në 8. Por mbas orës 9 unë jam me zën. Dhe do t'i që gjërat bëhen. Bëhen edhe kur vën limitet e tua sa bëhen. Dhe bëhet dhe është ndryshe, është hapet një ajër. Se edhe kjo kota që më shif mua sa punoj, që kem fiksim, po punoj unë dhe duhet jem e pakrehur dhe të jem rrëmuj dhe sepse jam duke punuar dhe kështu është. Nëse. Kalojmë tek telefonata dytë. Në video nga Gjermania na pret Ilja Nuhu, është 34 vjeç dhe më bëri përshtypje se tha fle vetëm 4 orë. Nuk e konceptoj fare pushimin, punon 18 deri në 20 orë, paradite në universitet në Gjermani dhe pasdite në restorantin e saj. Pra, një tjetër vajzë që i ka hapur punë vetes. Ilja? Përshëndetje Dalina. Përshëndetje. Më në fund të pash njerë si portret se e di që më ndjek dhe kam fiksuar edhe emrin tënd dhe nga i këngëtare Rea Nuhu. E ke gjë Rean? Me sa di unë jo, po nuk e di asnjëherë. E pra se mbiemër i rrallë më duket, nuk e kam hasur shpesh mbiemrin tënd. Shumë, me sa di unë nuk ka shumë me këtë mbiemër, por edhe në Gjermani ma bëjnë shumë kompliment, dhe që u pëlqen mbiemri. Pa, e tingëllon bukur. Ilja, tani ti ishe në punë në këtë moment që flisim? Akoma jam në punë. Je në punë akoma? Jam futur në zyrë për të bërë të bisede bashkë. Edhe prandaj jam me një vesh, nuk kam kufje, në një vesh kam kufje që në shumë se ndodh në diçka jashtëzakonshme aty për jashta, ta di do me thënë që më pret diçka. Tani je në restorantin tënd? Jam në restorantin tim, po.
Sa ke që ke hapur? Në korike kam hapur, në 13 korike kam hapur. Super, edhe e drejton vetë, nuk gatuan, ti e menaxhon. Jo, nuk gatuaj, nuk di të gatuaj. Madje shumë gjerman bëjnë shaka me mua tek universiteti, se më thonë që patjetër që ty të duhet një restorant se ti nuk di të gatuash, kështu që do ngelesh e pa ngren, kështu që është ideja geniale që ke pasur. Në universitet je mësim? Ja, unë jam sekretare në dekanat në Stuttgart, tek Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Matematikë dhe Informatikë. Dhe ndërkohë bëj edhe tek restoranti ime, organizoj, dhe më thënë jam që me pjesën e organizimit, dalë në servis, bëj dhe kamarierën. Shiko, kur unë kam pyetur ndonjëherë, kur mendoja çfarë idesh, çfarë mund të bëja tjetër jo kreative në Shqipëri, sa herë që kam përmendur restorantin, nuk është se kam pas ndonjëherë synim, më kanë thënë të gjithë që mos i full atij biznesi se nuk ndalet. Domethënë është shumë i lodhshëm, ka shumë ngarkesa, pjesa ushqimeve është komplet një botë tjetër dhe më bën habi që ti i mban të dyja, si arrit i mbash të dyja punët? Kur kam ardhur në Gjermani të ndina, kam ardhur si au pair, për gjithë ata që nuk e njohin si fjalë, është si babysitter. Dhe pas një viti si babysitter, kisha nevojë për një punë tjetër për të mbajtur vizën, sepse isha me vizë pune, dhe fillova punën në gastronomi nga hiçi, domethënë nuk është se kisha qenë ndonjëherë në gastronomi, dhe në servis në kamariere. Dhe ishte kontakti im i parë me restorantin, po më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. E kam bërë për 8 vjet, kam punuar për të tjerë në restorante të ndryshme. E kam dashuruar, unë më pëlqen puna me njerëzit dhe është një punë jashtëzakonisht shumë e bukur. Është shumë e lodhshme, patjetër, duhet të kesh shumë durim, duhet të kesh shumë nerva, sepse jo çdo klient është i lehtë për të menaxhuar, por edhe për të shërbyer, por unë nuk e di, kam pasur një dashuri të jashtëzakonshme për gastronominë në përgjithësi. Po pse mban punën e parë? Pyetje. Pse të duhet ajo puna në universitet? Ma bëjnë dhe njerëz të tjerë të pyetje dhe mendojnë që e mbaj për pjesën ekonomike. Nuk është se më duhet për këtë. Problemi është se e kisha punuar në gastronomi, si të thash që punoj që prej 8 vitesh në gastronomi, dhe nuk ndihesha e plotësuar, më mungonte diçka, sepse unë kam studiuar në Shqipëri dhe doja që kam studiuar diçka dhe tani thjesht punoj në gastronomi. Edhe kjo ishte ajo shtysa për të gjetur një punë tjetër. Dhe pata një mundësi shumë të mirë për të filluar punë në fakultet në Stuttgart, si sekretare në dekanat, dhe thash në rregull, pse jo. Pastaj, pasi fillova punën aty, 2 muajt e parë, kam punuar vetëm në Stuttgart, si sekretare, aty ku dhe punoj akoma, më mungonte gastronomia, më mungonte jashtëzakonisht shumë, më mungonte kjo pjesa tjetër pastaj, që nuk e kisha më, dhe ashtu vendosa që në rregull, fola me pronarët ku punoja më përpara, dhe i pyeta nëse ishte mundur që të bëja edhe punën atje. Ma dhanë këtë të drejtën, edhe pse më thanë që nuk do ta bësh për shumë gjatë, sepse është shumë e lodhshme ti bësh të dyja një kohësisht, por gjithmonë e pritur, mund ta bësh, mund të lësh punën kur të duash, mund ta marrësh kur të duash, domethënë çdo gjë e vendos ti ashtu siç të bëhet më mirë ty. Dhe kështu pastaj i fillova të bëja të dyja paralelisht dhe më plotësojnë. Po tani ti, të paktën nga çfarë ke folur me Elonën, thua që do nisësh dhe një shkollë për menaxhim universitar. Po për shkollën ku do? Universitar dhe ku do e bësh shkollën? Në çfarë orari? Shiko, Ardalina, unë këtë vit që 2 javë para se të hapja restorantin, kam dorëzuar temën e masterit, sepse kam mbaruar dhe një master për gjuhë gjermane, për mësueset e gjuhës gjermane në Universitetin e Stuttgartit. Dhe kështu që i bëja një kohësisht. Unë punën nga shtëpia, domethënë punën në Stuttgart, flas nga shtëpia e kam larg. Domethënë është me tren diku tek 1 orë e gjysmë. Dhe unë këtë pjesën e tren e përdor e madhe. Dhe
Habit ose të gjithë domethënë u duket pak e çuditshme, por unë kam shkruar diplomën e masterit që kam mbaruar këtu në Gjermani, e kam shkruar në tren. Unë të besoj sepse gjatë një kohë që shkoj në Londër shpesh për gocën, rizbulova trenat se i kisha harruar dhe mbarova 2 libra në tren, gjeja vendin që paguaja çik më shumë që tisha aty afër internetit, ishin ca trena që s'kishin, kur s'kishin bëhesha keq fare. Hapa laptopin, shkuajta ca gjëra, të me thënë, e shfrytëzoja maksimalisht të gjithë gjën. Nuk e di se çka ka i treni një magji. Dhe ndërkohë tjetra, pra njësoj që je doon. Ti motër nuk i jep një sekond të lirë vetes dhe për më tepër thua që me 4 orë të mjaftojnë gjumi? Ndonjëherë bëj dhe 5 orë gjumë, domethënë super bravo. 5 orë. Ja jam të luksin vetes, por që mua më mjaftojnë. Nuk e di pse, kam një, më duket po të flen më gjatë, ndonjëherë ndodh të shtunave, për shembull, ndodh që të flen më gjatë, dhe kam një ndjesi faj se kur kam humbur shumë. Që them, ja, fjete, dakord, në rregull, po. Sa bere, asnjë gjë. Zbëra asgjë, Jona. I thot dhe motra, i thot që e njëri me probleme, thot se gjithmonë thot kur e merr telefon, ç'e thua ti kam punë. Motra ime ka shumë problem këtë pjesën, sepse si e thash, gjithmonë kam punuar shumë. Edhe motrën e kam mjeke, dhe nuk janë kohësha dot për një gjë që më dëm mezi për shembull ose më dëm koka, se thoshte e ke nga puna, dhe gjithmonë me shaka më thoshte që në kohën kur ishte Merkeli, më thoshte Merkeli nuk e lë postin pa të dhënë ty një dekorat, se s'ka mundësi domethënë. Duhet ta jepte, por që jam e çmendur. Duhet ta jepte. Po për jetën personale merr një dekorat apo s'ke aty vend për? Jo, nuk marr dekorata. Aty nuk marr dekorata. A ke ndonjë hapësirë për jetën personale për lidhje, a ke ndonjë? Për atë nuk më del koha. Për atë s'të del koha. Unë të falenderoj shumë që në këtë moment po na telefonon edhe nuk je në punë, s'po bën një gjë paralelisht. Ndoshta duhet marrim ne medalje. Që kemi gjetur një moment ku ti, por po flet për punën prap. Ka marrë për të folë për punën. Ilja, më vjen pak nga mënyra se si flet, sikur je pak anksioze si natyrë, apo jo? E kam fjalën kur ndodhesh përballë një stresi të madh si dhe reagon. Nuk e kam problem, mendojmë që të gjej një zgjidhje. Jo në punë. Jo në punë, po në gjërat personale, për shembull. Shumë pyetje vështirë kjo për mua. Duke sikur s'ke jetuar shumë atë pjesë. Me çdo pjesë të time në lidhje me punën, kështu që shumë pyetje e vështirë kjo. Por që nuk e di, nuk është se jam gjetur ndonjëherë në një problem shumë të madh, por që ashtu siç edhe thash pa parë, mundohem që të zgjej zgjidhje. Shiko, un kam edhe një diçka, mundohem që gjithmonë të kem gjëra të llogaritura mirë. Po kur dalin nga llogarit, çfarë ndodh? Kam bërë një plan të dytë, kur nuk më dilë plani i dytë, aty mund të filloj që të stresohem prapë derisa të mendoj planin e tretë. Dhe nuk e di pse kam mendimin që puna të largon pak nga rënja në kontakt me këtë pjesë të vetes. Pra nuk kur ndodhesh përballë situatave të vështira, mundesh të mos dish se si të reagosh ose të kaplon pastaj dhe pjesa e shqetësimit. Ndoshta ka shumë mundësi kjo pjesë, por nuk e kam parë ndonjëherë veten e këtë pjesë. Prandaj po mendoj mos është një ikje. Puna, fakti që merresh me kaq shumë projekte, me kaq shumë fokuse për të arritur, për ta mbushur kohën sa më plot jetë e mundur, mund të jetë një ikje prej kësaj pjese. Që ndodh zakonisht, mund mos jetë rasti yt, thjesht po e marr për ndoshta si të thash që nuk mundem të ta kthej dot këtë përgjigje sepse nuk është se i kam bërë ndonjëherë analizë vet. Për shembull, ka pas momente që të zhdukur ajo që po bën pak e çuditshme, pra e thënë mos po e teproj. Ndonjëherë po, domethënë kur ngarkohem shumë, kur kisha pjesën që po shkroja temën e masterit, kjo ishte pjesa që po mendoja, mos po jam fus pak kot në kuptimin që po bëj kaq shumë gjëra sepse ishte pak stresuese. Edhe për pjesën që ishte komplet në gjermanisht, gjermanishtja ime është zakonisht shumë e mirë. Por që prap ishte një pjesë stresuese që po thosha mos jam duke lodhur veten më shumë se ç'duhet. Por që pastaj në momentin që arrita ta përfundoja në kohë edhe dola mirë,
Tash okay, në rregull, nuk është se ishte. Po ke pasur ndonjëherë probleme fizike? Nga gjumi I pakët që bën, nga ndoshta edhe çrregullimet në të ngrënë, mund të kenë ndodhur për shkak të përkushtimit lartë të punës. Të ka ndodhur që të kesh për shembull dhe sëmundje ose viruset shpesh që të kapin? Në fillim po, në fillimet kur kam filluar që ta bëj këtë punë në gastronomi, si thash që punoja dhe atje, punoja diku tek 16 deri në 18 orë në ditë. Edhe në fillim po, dhe kjo ka qenë ajo pjesa pas e ku më thoshte motra që je e çmendur, sepse I dukej sikur isha duke lodhur veten time më shumë se ç'duhej, për një gjë që nuk është se e kisha të nevojshme të punoja aq shumë. Domethënë kjo ishte ajo që habiste familjarët e mi që okay, nuk është se e ke kaq shumë të nevojshme të bësh gjithë këto gjëra, por që në fillim po, por më pas ndoshta u mësua trupi ose nuk e di. Ndoshta edhe nga pjesa e palestrës më ndihmon edhe kjo pjesë që më ndihmon që të heq stresin, të heq të gjitha të energjinë ndoshta edhe negative që mund të mbledh nga puna, nga stresi, nga problemet të ndryshme të ditës. Ke menduar ndonjëherë që puna edhe angazhimi ju do filloj të bie me kalimin e kohës? Po, këtë e kam menduar, domethënë që do vi një ditë që do bjeri, kjo është pa diskutueshme, domethënë se. Ke ndërtuar një plan? Janë 34, janë 34, por që prap, shiko, gjithmonë ashtu si thash që më mendojmë që të kem gjërat nën kontroll dhe të kem një plan për veten time për atë që bëj, dhe patjetër që mendoj në momentin që unë do krijoj familje dhe do kem një fëmijë, patjetër që do ketë edhe pjesën më të madhe të kohës time, nuk do ta ketë më puna, por do ta ketë fëmia, të paktën për pjesën e parë të jetës, për ato 2-3 vitet e para të jetës. Kështu që kjo është edhe arsyeja pse unë mundohem që disa gjëra të vendos në vit deri tani, që në momentin që do vi ajo ditë që do krijoj familjen dhe do kem fëmijën tim, okay, mund të bëj një step pas dhimbje koke, në kuptimin që e di që okay, puna ato që kam pasur, edhe për arritje të mia personale, që kam pasur I kam bërë, kështu që nuk është se më kanë ngelur në një gjë mangut apo një gjë që okay, ta kisha bërë dhe këtë apo atë. Kështu që të jem e aftë që ti përshtatem edhe që ti përkushtohem familjes. Edhe një pyetje kam, je kënaqur me rezultatet që ke marrë deri më tani? Apo ke akoma pritshmëri ndaj vetes? Pritshmëri kam akoma. Kjo është edhe arsyeja pse jam regjistruar në një master tjetër. Pritshmëri kam akoma patjetër. Puna në fakultet më pëlqen jashtëzakonisht shumë, puna që bëj aty tek fakulteti I matematikës e informatikës. Edhe kjo ishte edhe arsyeja pse kam zgjedhur masterin MBA, Master Business Administration, për administrim universitar edhe shkencor, sepse e shikoj veten time, patjetër që të vazhdoj punën në universitet, por ndoshta në një pozicion tjetër. O Ilia, më shkrinti mua se nga jeta personale si shte nuk e gjë fare, dhe ndërkohë thua, ja gjithë kohës duke thënë që kur të krijoj familjen time, ku do ta gjesh kohën? Po, do ta krijoj unë. Se ti edhe në moshën që presioni dhe ande nga Shqipëria është trefishuar, se aty fillon presioni që 28 vjeç. Po që po edhe në Gjermani ka E kam gjithmonë këtë presionin, edhe në Gjermani ka. Edhe në Gjermani ka presionet të tilla. Po patjetër, gjithandaj. Ti ke plan masterin dhe po e gjen kohën. Tani pjesa e familjes nuk bëhet në tren. Mund të bëhet pjesa e familjes. Ka ndodhur, ka historira, treni Orient Express e kështu ka ndodhur, historira që familja krijohet edhe në tren, por kryesisht nuk krijohet në tren. Pra do kohën e vet. Dhe unë mendoj që të thua që kur të vi koha është tjetër gjë, ta duash është tjetër gjë. Dhe ti absolutisht në asnjë moment nuk më duket sikur e ke planin A këtë gjë për momentin, sepse e ngarkon kohën gjithkohës. Shikoj, jo, për momentin jo, me thënë të drejtën. Për momentin nuk po të them unë bëti kur të duash, po them. Jo, ti faleminderit që ma shtuar, në fakt më thon gjithë këtë pjesën që kur do kemi ndonjë gjë të re, por që shiko, plani nëse mundem të ashtu, unë si gjithmonë me plani 5 vjeçare. Dhe deri më tani
shqyr Zotit, planet mi janë realizuar ashtu siç unë i kam planifikuar. Më fal, bricjapje ti? Në ndonjë situatë vështirë. Jo, unë jam dem, unë jam kaq punëtore. Pa. Edhe prandaj ke hap restorant, nuk ka mundësi. Astrologët, demi dhe ushqimi. Nuk e di pse, nuk njoh një dem që nuk ka një restorant apo nuk ka ose gatuan. Po, okay, unë nuk gatuaj, po unë ha shumë. Ke hap restorant? Unë ha. Si të thoja, që unë kam planet e mia 5 vjeçare, gjithmonë për plane 5 vjeçare. Dhe kjo ishte tek planet e 5 vjeçarit të dytë hapja e restorantit. E hapa më përpara se sa e kisha menduar, ashtu më erdhën mundësit më përpara se sa unë e kisha planifikuar, kështu që plani im është që ta ngri restorantin, punën në restorant, ta ngri vitin e parë në një pozicion të tillë që puna të eci edhe pa qenë unë aty. Domethënë që unë mos të jem më kaq prezente në restorant dhe atë kohën pastaj t'ja dedikoj krijimit të familjes. Uroj të eci. Ky plani 5 vjeçar. Shiko, deta im ka ecur, po më kanë ecur këto planet e punës. Kjo tjetra nuk e di do dali apo s'do dali. S'ke kontroll, s'ke kontroll të plot siç ke tek puna. Jeta ndodh kur si ishte ajo fjalia e John Lennon, kur ke plane, ndodh jeta. Si mund të jetë një ditë e jotja pa ndonjë punë? Ç'a bën ti për shembull? Si mund ta imagjinosh ti veten që je në një koltuk, të shohësh një serial kompleta, mund ta bësh këtë? Nuk e imagjinoj të kush veten të ulem në një koltuk edhe vetëm të rrit shikoj televizor. Shiko, nuk e di, ja thash edhe Elonës kur po diskutonin. Në qoftë se ka një periudhë që unë ri kot, ka qenë periudha e koronës, se restorantet u mbyllën atëherë. Dhe ajo ka qenë periudha që nuk kishim shumë punë. Okej, unë isha e vetmja punëtore nga restoranti që prapë vazhdoja ikja në punë, që bëja prapë ato dokumentat e këto gjërat, më jepnin shefat këtë mundësinë që mos të bija në depresion, por që sinqerisht unë kam atë ndjesinë që unë kur jam pa punë apo kur ri kot, kam atë ndjesinë se kur do bija në depresion. Në shezllon arri? Në plazh? Ri po të kem një libër. Edhe, domethënë, lexoja atë librin, kur më mërzitet ai libër, pastaj dal bëj një xhiro edhe pastaj ulem prapë. Po që të ri gjatë gjithë kohës, që të ri në orë të tëra ulur diku nuk mundem thotë. Pra atë shpreh italiane dolce far niente, që më të rish kot nuk ri dot. Jo, dolce far niente nuk është për mua. Ndihesh mirë me këtë. Jona, se unë thash, unë vendosa sot që mos jap shumë mendime. Unë ndiem shumë mirë. Pa. Unë ndiem shumë mirë, unë ndiem jashtëzakonisht shumë mirë. Në fakt unë shumë mendoj vetën, nuk e di tani, se Jona ndoshta më shikon ndryshe, të më shikon edhe nga syri i psikologes. Unë të thash që diçka aty në jetën tënde. Që jam e çmendur, kështu që Unë të thash që në jetën tënde diçka nuk është jetuar. Që është ajo pjesa emocionale, ke qenë duke, domethënë të shikoj shumë në kohën produktive, koha jote do të jetë produktive. E ti e merr kënaqësinë aty, por ke lënë shumë të pa eksploruar një pjesë tjetër që mund të pëlqejë edhe ajo. Dhe që për të jetuar bashkë me dikë tjetër, siç e planifikon, do jetë pak sfiduese për ty, sepse mësuar ta kontrollosh kohën tënde të lirë, kohën produktive, kohën e punës. Po në momentin që do jesh në kontakt me dikë tjetër, duhet përshtatesh me kohën e tij, me kohën e fëmijës, me kohën e tjerëve. Dhe aty mund të jetë pak e vështirë për ty sepse të mungon kontrolli. Ka shumë mundësi. Këtë pjesën e të pasur gjërat në kontroll e kam shumë problem. Domethënë unë jam një tip që nuk më pëlqejnë surprizat. Shikoj, diçka mendoj unë tjetër, që po vrisja mendjen sepse njerëz që punojnë shumë si Ilja apo si telefonusja më para, Armela, është kategoria e njerëzve që japin, sepse i përkushtojnë punës, japin, kontribuojnë, fakti që ecin para në jetë. Pra japin, e bën ato punën edhe të restorantin ku ishte që tha dhe shefat më dhanë mua që hajde. Pra, se çdo njeri do njerëz që punon, po ato janë dhënës. Pra njerëz si atë dhënës marrës, që edhe unë kam thënë shpesh, njerëzit e punës janë dhënës, sepse e trajtoj dhe kompaninë e tjetrit para se të kalojnë tek e tyre, e trajtoj si shtëpinë e tyre. Kështu që unë mendoj që është pak e vështirë edhe në marrëdhënie sepse dhënësit shumë delikate se këgjen, se ndërkohë që ti je në punë, është ajo pjesa që thash unë, që shpesh i mbyt gjërat me punë, e thua e kam kontroll dhe nuk i shef të tëra kualitetet ose nuk e kot përqendrohesh që kush është njeriu realisht që si ta ngrenë familjen bashkë.
Edhe është shumë e vështirë kombinimi. Është pak e vështirë se gabohet shumë, nga shumë njerëz që janë workaholic, partneri, sidomos nga femra, se meshkujt i leverdis që se kanë një gruaj që rrinë në shtëpi dhe merren me fëmijët, i leverdis kjo gjëja. Kurse për femrat është pak e vështirë sepse kështu jemi konstruktuar ne që të gjejmë edhe një. Po ndërkohë po ti je workaholic ti dhe ai tjetri është shumë i zoti, pastaj kush do merret me kalamanin. Është pjesa tjetër e sakrificës, kështu që shpesh gratë mendojnë bëjnë një kompromis që më mirë të jetë ai më pak, të ketë diçka më pak, të paktën se sa të sakrifikoj. Shiko, për mua të qenit shtëpiake është zakonisht shumë e vështirë. Unë punoj shumë, po unë nuk është se jam shtëpiake tipike, në kuptimin, unë nuk është se bëj shumë punë shtëpie, por unë gjithmonë kam pasur një njerëz që më kanë ndihmuar me punë të shtëpisë, sepse unë nuk e shikoj dot veten time, duke ndetur 2 orë në shtëpi, e duke larë, duke shplarë, duke larë dritaret. Kështu që xhamat flas në këtë pjesë. Jo, unë nuk e shikoj dot veten time si shtëpiake. Mua mirë çfarë do lloj pune të mundshme, po jo punë shtëpie dhe jo gatim. Shike tipi im. Po, një nga 3 arsyet në fakt kryesore pse dikush bëhet workaholic është edhe për të shmangur afeksionin edhe intimitetin. Dhe nuk e di nëse është rasti Ilias kjo. Ka shumë mundësi që të jetë edhe kjo. Jam me atë idenë që nuk e di, më duket sikur do të shkëputem, domethënë se po të shënurit në një marrëdhënie ose të pasurit një personi tjetër, duhet të përkushtosh kohë, domethënë duhet të marrësh kohën e dur, për atë dhe më duket sikur kjo më humbet dhe më kohën dhe fokusin që kam për gjërat e tjera. Ti nuk e lidhur kur, Ilja? Patjetër që jam lidhur, po problemi është se nuk duke qenë kaq workaholic, është problemi që jo të gjithë e pranojnë këtë pjesë. Domethënë, imagjino të rish 18 orë për jashtë, edhe vetëm të vesh 4 orë në shtëpi për tjetër gjumë, okej, dhe vjen një moment që gjithë të thonë më fal. Jam dhe unë këtu qofse më ke parë. Ilja tha që unë kam qef të kem gjëra në kontroll dhe njerëzit nuk është se ke shumë në kontroll. Është e vështirë të kontrollosh njerëz, sidomos njerëzit e zemrës. Bravo. Kjo do jetë sfida këtë pret. Është shumë e vështirë. Edhe ndonjëherë njerëzit që punojnë, gratë që punojnë mendojnë që pse mund të mërzitet partneri me ty kur ti realisht je duke punuar, duke kontribuar, je gozë e shkallët, e zgjuar e kështu dhe bën edhe të thua si ka mundësi që unë i kam të gjitha, kupton se ti s'po bën asnjë gjë. Domethënë, pse ai ka problem punën time, unë s'po dal natë, nuk po pi, nuk po dal me shkuj tjerë, nuk kam këto tentativa ose do vishem kështu apo do bëj këtë në Instagram, por s'është tamam ashtu. Edhe mendojnë që pse s'më duan mua dhe kjo është shumë e vërtetë. Pa. Domethënë, nuk e di, me mendoj që gocat që punojnë kaq shumë, ato janë me të idenë, edhe unë jam një nga ato. Pa. Që sa do më shumë ky partneri im. Tamam. Dhe ç'a duan? Shoqërisht kjo llojvarësia është një nga ato që gjykohet më pak. Sepse punëtor ne vlerësojmë. Po, bravo, gocë punëtore. Përveç mamave. Nga varësitë e tjera që i gjykojmë shumë edhe normalisht tentojmë që ti rregullojmë ato tek personat e afërt. Prandaj bijem në këtë grackën e kësaj. Mami dhe motra ime janë duke pritur ngrinipin e mbesën ose mbesën. Ndërkohë që nuk u pëlqen fare fakti që unë jam gjithkohë në punë dhe punoj kaq shumë. I vetmi që ndihet shumë krenar është babi. Edhe babi im është një njerëz që ka punuar nga i jashtëzakonisht shumë. Tani ka dalë në pension, domethënë kemi nxjerrë motra dhe unë në pension me zor, sepse nuk donte as ai. Por që babi ka punuar jashtëzakonisht shumë. Edhe ai punonte nga 15-16 orë në ditë, kështu që punonte jashtëzakonisht shumë. Edhe ai ndihet krenar që okay, kështu të babit kjo, i kanë gjarë babit. Por që mami dhe motra ato janë, edhe pse motra ime punon vetë shumë, po pra sa është mjeke, dhe punon nga mëngjesi, po punon nga mëngjesi deri në darkë, ka 3 fëmijë, domethënë ajo punon jashtëzakonisht shumë se sa unë, por
Aty nuk duket, sepse ajo I ka bërë 3 fëmijë dhe pra, është kompletuar kjo pjesa, e kupton, ajo ka mbaruar këtë fazë, ajo mirë bën se punon për fëmijët, po unë për kë punoj. Bëj dhe një për mua, thuaj motrë, se... Ma të I them, Dalina, kur më thot mami në një herë që, po hemoj ti, se kjo I bëri 3, po ty kur do ta kemi një. E dhe më s'ka që se bëndet 4 ajo për mua edhe kompletojeni ju. Nuk e di çfarë këshille mund të kesh, Jona. Unë thash, unë sot do ja pas lloj mendimi, sepse unë jam njësoj si ju, kështu që jam brenda sëmundjes. Dhe I smuri nuk mund të këshilloj të sëmurin, që e them me humor, kështu që s'di çfarë të them për këtë dhe ja kam lënë Jonës më shumë këtë pjesën e analizës. E vetmja gjë që unë do të këshilloj aty në të ardhmen, do ta dish që 4 orë gjumë nuk do krenohesh mbas moshës 40 vjeç, nuk do t'ja dalësh dot. Kështu që nëse ti ja del tani, vazhdo dilja, por mbas 40-tave ke vetëm pak vite kohë. Nuk ja del më me 4 orë. Është për të ruajtur shpërblimit të trurit që ti jep tani, që ke mundësi akoma e merr në këtë fluks, pra ti ndjen një kënaqësi të jashtëzakonshme kur përmbush një detyrë, kur arrin atë rezultatin e kërkuar, por dije se ky shpërblim mund të bëhet aq I tepërt sa të kërkoj më shumë detyra se sa ti mundesh. Dhe kjo do të thotë më shumë dëm për trupin, sepse trupi jo do vi dhe do punoj gjithmonë më tepër, atë që po thonë Dalina, pra me gjumin, me ushqimin, me dhimbjet e trupit që shtohen me kalimin e kohës, por më shumë se këto, është ajo pjesa e jetës tënde që ka ngelur, siç e them unë, e pa parë, për faktin sepse ke qëndruar shumë në këtë botën e punës. Dhe ndoshta një përballje në vijim mund të bëjë që të ndihesh në një shok, që si ta menaxhoj unë tani këtë që pas ka qenë aty edhe do ndihet si një surprizë, atë që ti nuk e dëshiron. Me pak fjalë do me thënë mos I hyj fare atë punë unë. Jemi se gocë zgjuar, do I bësh të gjitha, po ndoshta sa të ashtu. Ty bravo të qof një herë që ke hapur një restorant në Gjermani, edhe që je në universitet, ke bërë masterin, janë të gjitha për të vlerësuar absolutisht. Se nuk është se po punon kot për një tjetër edhe pa bereqet. Domethënë e di që e ke të qartë se çfarë do të bësh dhe ku do shkosh. E para nuk ka plan lidhja. Unë mendoj që nuk ka asnjë plan. Te plani 5 vjeçar, pjesa e fëmijëve dhe lidhjes është absurde, se ekziston ajo gjëja. Kështu që ti gjithmonë as mos e dëshiro, as mos e shty. Më kupton? Lëre të rrjedh, ka thënë dikush te Big Brother dikur. Kështu që lëre të rrjedh atë pjesën personale, sepse gjërat prap bëhen. Dhe po t'jap shembullin tim, njerëzit e punës dhe gratë e punës, edhe kur bëhen nëna, do ta gjejnë. Do ketë momente, asgjë nuk është balans, familja dhe karriera s'do balancohen kurrë, ka qenë gënjeshtra më e madhe në jetë. Nuk do balancohen, por mendoj që një grua e zgjuar e kupton kur ikën off balance shumë, atëre gjen kohën që ta çoj, ta gjej pak ekuilibrin dhe kjo është, kur I merresh me punë, kalamajt lihen pas dore, kur merresh shumë me kalamajt ikën puna, po kjo është një gjë që njerëzve të punës u pëlqen. Është sfida e lezetshme që do rin gjithkohës në këtë ankth. Kështu që atë lëre të rrjedh dhe dyta bë pilates. Meqense ke dhimbje, do të sugjeroj pilatesin, është shumë I mirë. Po, ma kanë sugjeruar edhe të tjerë, edhe e kam në planet e dhjetorit që planet e dhjetorit që të bëj pilates. Dhe po, dua që ta filloj në dhjetor, dhe do e bëj pilates në pushimin e drekës që kam tek universiteti, kam gjetur një studio aty në Stuttgart. Kështu që pushimin e drekës ta shfrytëzoj për të bërë pilates. Super. Ka dhe I pushimin e drekës e shfrytëzoj. Tash I mbyllet gjitha. Unë mendoj që ta rikonsiderosh 4 orë gjumë, se ndoshta 2 orë dhe mund të dalin me këtë llogaritje që bën. Edhe 2 orë mund të dalin. Të falenderoj shumë Ilja. Falenderoj shumë. Falenderoj dhe unë shumë. Faleminderit. E di ça është një gjë që më bën krenare për të gjithë njerëzit që punojnë, sepse Ilja shumë aktive në Instagram dhe kur e mendon se sa pak kohë ka, edhe gjithmonë keq kuptohet kjo pjesa e Instagramit, që si mundesh ti të shohësh, dhe mua pyet gjithmonë si e di këtë, do të thënë këtyre të rinjve, unë e di këtë lajm, si se dini, sepse është mënyra se si funksionon truri, që e bën paralelisht dhe ti nuk e di, unë nuk di 80% e gjërave që shoh, nuk e mbaj mend çka kam parë. Po ato që shoh që fiksohem dhe kryesisht janë gjëra që kanë lidhje me punën. Pra nëse është diçka personale që mos më the, unë nuk e mbaj mend fare, zero. Madje sot po flisim për i thashë them që
tha njëra, po ti si se di, dhe ti thoja që se s'është interesin tim, sepse nuk e përdor dot. A e përdorun këto, a mund ta nxjerr, jo, shumë sekret. Po çdo gjë tjetër futem edhe Rrjetet sociale në fakt kanë krijuar një tjetër fenomen që quhet FOMO ose fear of missing out, që do thotë mos humbësh asgjë. Atje gjithkohës edhe në momentet e shkurtra të pushimit futesh aty, shikon diçka, edhe ndihesh sikur ke zbuluar ato lajme që s'ke mundur t'i shikosh më përpara. Unë mendoj që më ka ndodhur gjithmonë që sa herë kam mbyllur Instagramin, njëherë ka ndodhur tërmeti, që doja t'ikja nga Instagrami, njëherë ka ndodhur një skandal në një festival që u mora shumë atë. Domethënë sa herë që unë kam vendosur që unë nuk do merrem me Instagramin, gjithmonë ka ndodhur diçka, dhe ndoshta është kjo fear of missing out. Që ti jesh në lajm. Se mund të bëj, nuk e di, kur do vija e di që mos përfshihem. Është një punë edhe kjo. Punë është. I nisi është historia tjetër, ajo siç thash edhe në fillim të programit do të jetë me zënë ndryshuar, anonim për shkak të profesionit, ajo është mjeke, por ka bërë këtë zgjedhje. Gjithsesi ajo më bëri përshtypje se tha, po kjo ndoshta ka ndodhur me të tjerë, por ne thjesht nuk e theksuam, që nuk më interesojnë lekët, po dashuroj procesin. Pra tha, nuk më josh pozicioni, emri lekët, por është gjithë procesi i të qenit mjeke. Bën 2 punë, ka 10 vite që punon, dita e punës mund të më shkoj dhe 36 orë kur jam shërbim roje si mjeke që është. I nis. Po, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Sa herë të shkon dita 36 orë ty? Varet, ka raste 3 herë në muaj, 4 herë në muaj, varet. Nuk është shumë fikse, se varet nga ndërkesën, nga pjesa tjetër e stafit, është pak e variushme si proces. Sa punë bën? Dhe sa orë punon kryesisht gjatë ditës? Punoj mesatarisht, rregulli është 8, por duke qenë se unë dal më herët me ngarkesën e Tiranës shkon 11, 12. Ndonjëherë edhe më gjatë, se varet, duke qenë se unë jam edhe individi që me ngaxhoj vetë gjitha gjërat e mia, nuk është se kam ndihmë, jetoj vetëm. Edhe më duhet ndonjëherë që të dal në 7 dhe të kthehem në 7. Përveç rasteve kur duhet të bëj shërbime dhe oraret shkojnë pak më gjatë. Dhe ke 2 punë? 2 punë. Një punë është thjesht puna e rojeve dhe një punë tjetër, një punë që është puna ime full time që e bëj prej vitesh në një korporatë të madhe. Okej, dhe sa orë fle? Fle, goxha, sepse fle shumë herët, kam një regjim shumë strikt. Pra, sakrificën e bëj për punën, por ndërkohë pjesa e gjumit, e rregullit, e disiplinës, e ushqimit, është gjithmonë shumë strikte sepse ndryshe nuk mund të performoj. Interesante, se të tjerat kishin shumë problem të telefonuesit e tjera, ku ke je rigoroze. Jo, unë jam në orën 10:30, maksimumi 11 jam në gjumë. Përveç ditëve kur jam në shërbim, patjetër po za atëherë mund të pushojmë në varësi të ngarkesës. Gjithsesi, ti vjen orën 7, sa vjen, sa ndrohesh, sa lashe, kështu ja ik ora 8:30 dhe vjen orën 10:30. A ke do një jetë sociale, që ndodh me këtë pjesë? Fundjavave, zakonisht, në ditët që nuk kam shërbime në fundjavë, jeta ime është ajo pak jetë sociale, duke qenë se jam dhe duke ndjekur disa kurse pas universitare që më shërbejnë për profesionin, kështu që bëj jetë sociale, por në këtë fazë të jetës time është minimale. Por socializimi është i rëndësishëm sepse në punën e kam pak me socializim. Pra nuk është një punë mekanike automatike, është një punë që do socializim, do komunikim me njerëzit, do thoni ju, nuk është socializim që shërben ty në kuptimin e plotë të fjalës, por prapë është kontakt me njerëzit. Kam rreth shumë të gjerë shoqëror, por këtë kohë në këtë fazë të jetës e kam lënë pak pas dore për shkak të këtyre impenjimeve dhe të këtyre pasioneve të mia që lidhen kryesisht me përgjegjësitë, me punën, me këtë fazë të jetës. Shiko, ti vjen nga një deg si mjekësia që në universitet mësojnë që, të më thënë, studentët e mjekësisë të paktën në kohën time dini që kishin ngarkesa shumë të mëdha se shkenca liberale, siç jam kam qenë unë, shkenca politike. Ne ishim më të lirë për të bërë gjëra, kurse ata ishin gjithmonë ngarkuar. Edhe shkolla e gjatë, shkolla e lodhshme. Atëherë si ke qenë? Njëjtë intensitet edhe në shkollë? Atëherë, gjatë viteve, unë jam gati 35 vjeç tani, kështu që gjatë viteve të shkollës kam qenë shumë e ngarkuar, kam studiuar në shtet, mjekësia patjetër që ka qenë deg impenjative, është edhe sot.
nuk kam punuar gjatë shkollës, vetëm kam studiuar deri në momentin që kam mbaruar fakultetin. Pastaj i dash vetes një periudhë dritare, liri në thonjza në kuptimin të bëja një punë që ishte jo shumë impenjative, ishte një punë në marketing, në terren, unë kisha kohë që të njihja veten, të isha pak më lirë, të bëja disa gjëra që ndoshta nuk i kisha bërë me studimet edhe me impenjimin maksimal që më kishte kërkuar mjekësia. Por kjo zgjati diku te 5-6 ditë dhe pastaj mora vendimin për të ardhmen time dhe për faktin që mjekësinë e kisha nisur me shumë pasion, nuk është se e kisha nisur thjesht si një deg se e zgjidhnin të gjithë, e kisha zgjidhur me një vokacion të brendshëm. Kështu që vendosen që të vazhdoj aty një specializim pas universitar dhe kjo ndoshta më dale pak më shumë ngarkesë. E kam bërë këtë zgjedhje në një moment pak të vështirë të jetës time që më duhet që të luftoja dhe ndoshta në mënyrën time unë luftova, nuk u dorëzova, nuk u tërhoqja, nuk u mblodha, nuk u depresionova, por i dha shumë gaze dhe mora gjithë këto vendimet që ndoshta si kisha marrë gjatë periudhës së lirisë apo të qetësisë apo të tërheqjes. Jeni si 35 vjeç, po për familjen çfarë mendon? Për familjen mendoj që apo s'ke kohë të mendosh? Është një pjesë. Këto kohë nuk është se kam pasur shumë kohë të mendoj, vetë se në momentet që pushoj apo që jam një qetësinë time, patjetër që është ajo një pjesë është një nga ato gjërat e listës që është shumë e rëndësishme dhe duhet bërë, po këto kohë kemi shumë tak të zënë me këto pasione dhe karrierës. Duhet apo do ti? Unë e kam dëshirë, me thënë drejtën, po e kam pasur gjithmonë dëshirë ta bëj në momentin kur unë do jem gati, ose duhet ta bëj. Kështu që ndoshta do vi një moment kur unë dhe dikush tjetër do jemi gati të dy në të njëjtën fazë të jetës dhe do ta marrim këtë shumë natyrshëm si vendim. Më bëri përshtypje në historinë tënde dhe kjo është diçka që më ka ndodhur dhe mua dhe sot po përmend veten gjithkohë se thash jam në temën time. Por kthej që kur ke humbur babin para 2 vjetësh, ndërkohë që të gjithë prisin të viktimizohesha, por bëri përshtypje dhe kjo fjalë se çfarë problemi ka të qash për babin. Unë u promovova në punë e shumë arritje të tjera, si në asnjë moment nuk e humba fillin. Dhe ka treguar si një arritje që nuk kaloi në nuk ishte vulnerabël, që doja Jona të merresh me këtë pjesë, ka qenë me babi shumë e lidhur, thotë, dhe unë nuk doja ta përjetoja ikjen, bra një listë prioritetesh që të mos humbisja tek humbja. Është shmangje vuajtjes. Shmangje, praktikisht, po. Dhe sa episode të dhimbshme tjera mund të ketë shmangur për shkak të punës. Kjo mund të merret një nga ndoshta episodet më të vështira të jetës saj. Duke qenë se kjo ka qenë më e vështira. E mendon kështu që ka qenë një ikje? Po ka qenë një mënyrë e imja për të mbijetuar ngjarjes më të rëndë në jetën time. Po pse e kishte të vështirë ta përjetoje? Pse mendoje kështu? Po sepse marrëdhënia që kam pasur me babin ka qenë marrëdhënia më e shëndetshme, më e plot, më e fuqishme në jetën time. Kemi qenë shumë të lidhur dhe në rast se ai iku nga një smundje shumë e rëndë, shumë herët, dhe unë si të thuar që isha njeriu që e shoqërova në të gjithë udhëtimin e luftës së tij, sepse unë ngjaja shumë me babin, ishim të dytë pothuajse i njëjta energji, i njëjti tip dhe ndoshta ky ishte edhe misioni që më laj, që për fjalët e fundit përpara se të ikte ishin që të bëhesha e fortë edhe ta përballoja këtë gjë, sepse si të thuash ai e dinte që kjo do ishte një goditje shumë e fortë për mua, ndoshta për faktin që edhe unë isha vetëm. Pra nga gjithë njerëzit që ai la, gjithkush e kishte dikë. Unë isha ajo që ngelesha vetëm në kuptimin që nuk e kisha një partner apo dikë në krah. Edhe ai punonte shumë babi jot? Po, punonte shumë babi, ishte shumë energjik, ishte shumë social, ishte njëri i përfshirë me gjithë njerëzit, ai bënte për njerëzit, i donte njerëzit. Shumë e çuditshme që të tre historitë e kanë marrëdhënie me babain shumë të fortë.
Pra e kanë si shembull pune apo qëndrese, force, që të tre e ngren shumë model. Ka lidhje kjo me? Jo, nuk ka lidhje, është rastësi që kanë qelluar, sepse zakonisht fëmijët workaholic vlerësojnë prindërit punëtor. Ka një mendim shumë të mirë për atë prind që ka qenë në një formë të ngjashme me ta. Dhe në këtë rast mund të ketë qenë babai, është më normale, më zakonshme në paktën për moshën që po flasim, të kemi një baba më punëtor që do thotë ka një profesion ose mund të ketë një lloj angazhimi jashtë shtëpisë, dhe prandaj krijohet kjo lidhja. Dhe prindi zakonisht e dëshiron që fëmia të avancojë, shikon veten e vet aty, i jep edhe këtë motivimin e jashtëm për fëmijët që janë punëtorë dhe kanë arritje, kështu që bëhet një marrëdhënie e dypalshe që shkon mirë bashk. Nuk ta kanë gjetur veten. Po si ka mundësi për shembull, se të njëjtën gjë kam dhënë me babain tim. Po si ka mundësi që kur ke një marrëdhënie për shembull të fortë me babain, pastaj ke kaq të vështirë të krijosh një marrëdhënie personale me një mashkull tjetër më vonë, kur ke domethënë një marrëdhënie që është vlerësimi, mbështetje, pse është kaq e vështirë dhe të e gjen tek puna shpëtimin që ti ikësh këtyre, ty është jetës personale. Me babain ke një tjetër lloj marrëdhënie, nuk e marrëdhënie që ti duhet të kesh atë commitment, siç merren sot përkushtimi. Në marrëdhënien romantike ti duhet përkushtohesh dhe një partner ndryshe nga babai nuk ta jep llojin e motivimit të jashtëm, pra duhet të rroket arritjet e tua. Ose të paktën gjithë kohën, sepse ti kur je në marrëdhënie nuk mund të rrish gjithë kohën në marrëdhënie arritje profesionale. Duhet përkushtohesh dhe në atë pjesë, duke qenë se është kjo ngelet ky boshllëk, siç e pamë tek rasti më përparshëm, që nuk arrin dot të përkushtohet një marrëdhënie më të romantike, atëherë fillon të hapet çështje problemi. Zhvillimi profesional, siç po ndodh në këtë rast, pra nuk mund të jetë e njëjta marrëdhënie. Iris, pyetje, meqense je edhe me pseudonim. Po. Mund ta bëj. Sa ka zgjatur marrëdhënia jote më gjatë? 3 vjet. Po mirë, okay, është konsiderueshme. Nuk besoj se kam një problem në këtë pjesë, por thjesht është çështja e ndoshta pak edhe çështje prioritetesh ose çfarë kërkoj unë nga një marrëdhënie ose edhe impenimi maksimal që kam pasur shkolla shumë i gjatë, kërkesa që kam pasur ndaj vetes për punën, por nuk besoj se ka qenë një ngërç në kuptimin sepse unë jam shumë e mirë orientuar me këmbë në tokë, shumë e vetëdijshme në lidhje me realitetin që më rrethon e kështu. Ose ndoshta jam tani, nuk kam qenë dikur, mund të jetë edhe kjo. E mendon veten që mund të përshtatesh në një marrëdhënie? Pra nëse të bëhen kërkesa që të lësh pak punën për të përkushtuar marrëdhënies, do ishe e gatshme ta bëje këtë? Besoj se po. Besoj që çdo gjë në jetë është me faza, pra ka një fazë ku ne do studiojmë, një fazë ku do bëjmë impinimin maksimal në punë, ndoshta për të konsoliduar pak veten, pozicionet, një farë stabiliteti ekonomik, por ka dhe faza ku do duhet përkushtohen patjetër tek vetja apo tek familja. Kështu që besoj do vi dhe ajo faza. Inis, më bëri përshtypje kur the që në historinë që ke rrëfyer me Elonën, që ty të intereson shumë procesi, më shumë se sa parat apo... Po, e shumë procesi. Fama që në gjuhën tuaj janë meritat që merr edhe fakti emri që mund të krijosh. Duar trakitje. Çfarë është procesi për ty? Pse? Çfarë është ky proces që është kaq interesant? E kam arritur ta kuptoj veten që sa më shumë të rejat ishin proceset, sa më të komplikuara, sa më të pasgjithshme, aq më shumë argëtohesha unë në fund kur gjeja një zgjidhje. Dhe këtë edhe më është dashur shumë kohë që ta kuptoj dhe jo vetëm me veten, po edhe me njerëz, duke qenë se unë punoj në grupe të mëdha njerëzish, nuk është se kam punë individuale, punoj me ligët kryesisht me njerëzit, me komunikimin, me proceset, me punët në grup. Dhe më kanë ndihmuar shumë dhe njerëz që bashkëpunojnë me mua gjatë gjithë këtyre viteve dhe e kam kuptuar prej pak kohësh tashmë. Që më pëlqen shumë dhe asnjëherë në 10 vite punë unë asnjëherë nuk e kam pasur. Shikoja që kisha kolegë që e kishin shumë të rëndësishme promovimi, një titull, nuk kishte rëndësi se çfarë fitonin nga titulli, çfarë ndryshonte në punën e tyre, po thjesht duhet ta kishin atë titullin. Unë nuk e kam pasur asnjëherë këtë, po vetë procesi i punës më pëlqente shumë, fakti që gjërat shkonin, lëviznin, zgjidheshin. Fakti që nuk ngecste procesi, edhe meritat që merrnin, pra meritat me kuptimin e asaj energjisë përgjithshme që ishte duke shkuar mirë, projektet rriteshin e kështu. Po kështu pazare bëj për veten tënde, ke bërë për pagesa apo thjesht
Nuk kam bërë, por ndoshta kam dashur të besoj dhe besoj akoma që sa herë që unë jam përfshirë me mish në shpirt në procese, jam lodhur shumë, asnjëherë nuk i kam marrë meritat shpejt, madje në disa momente i kam marrë vonë, gjithmonë lekët kanë ardhur. Pra, nuk ka qenë asnjëherë problem pjesa monetare. Asnjëherë nuk e kam filluar diskutimin për një projekt apo për një punë që kam marrë nga sa do marrë, çfarë do përfitoj. Thjesht dhe të kuptoja pak a shumë në vijat e përgjithshme se çfarë duhet bëja unë, sa e vështirë ishte, sa kush do përfshihej në këto procese dhe pastaj më jepte apo jo një klik. Në momentin që më jepte emocion, më intrigonte, më bënte atëherë nisja. Dhe në fund gjithmonë pjesa ka ardhur, pra nuk është se nuk jam vlerësuar. Kishim një telefonuese para që një vajzë që ishte me plane 5 vjeçare ecte, po ti je kështu njëri planesh që i ke synime të qarta. Unë jam njeriu më spontan në botë, jo. Po unë kam pak a shumë prioritetet që i vendos në fillim të çdo viti apo në fillim në fund të fazave të ndryshme, varet, nuk kam një timing strikt. Por eci vetëm me vijat përgjithshme dhe jo me plane, nuk me ecin planet. Nuk duaj që ta kondicionoj veten aq shumë sa të ti shtoj anktin e planeve 5 vjeçare, 10 vjeçare apo nuk e kam bërë asnjëherë këtë. Çfarë të ndodh nëse nuk të ecën një punë? Ose që nuk ecën edhe sepse punok edhe në ekip. Stresohem, por ajo që më streson më shumë në këtë fazë të eksperiencës time të punës është kur e marr një projekt, kur e marr një detyrë të vështirë, dhe kur nuk e kam filluar akoma, në momentin që unë kam një plan në mendje, kam kuptuar me këtë do ta ndaj, filloj e hedh hapin e parë, aty sikur filloj të shqetësohem. Por derisa i ky hapi i parë, patjetër që stresohem. Në punët në grup më bezdisin njerëzit që kanë qasje refraktare, njerëzit që i kanë sinjalet mikse, pra që nuk duan ta bëjnë këtë gjë, që gjithmonë nxjerrin probleme dhe jo zgjidhje. Këto më bezdisin shumë edhe mundohem që në një farë mënyrë të janë shkaloj nga projekti apo nga grupi ku do jem unë, sepse nuk më ikën punë, nuk më ecën puna. Vetëm ngec edhe a bën ti dhe punën e atyre, e ke më të lehtë të bësh atë punë apo ndonjëherë e bëj dhe kjo është gabim, edhe është një në vërtetë që marr në prorët e mi, që ndonjëherë jam më mirë se ç'duhet, edhe ndonjëherë bëj dhe punë që nuk më kakojnë. O edhe e bëj këto në thënë drejtën. Shikoj që ka sfiduar veten shpesh herë me pjesën e punës. Nuk është se lidhesh drejt për drejt vetëm me një qasje shumë strikte që për të kesh performancë shumë të lartë, domethënë nuk e shkalon pjesën sociale që të jep puna shoqërore. Dhe kjo më vjen mirë dhe nuk jam njëri që nuk i dëshiron edhe pjesën fleksibël ose për të përshtatesh me situatat. Dhe kjo është një tjetër qasje që mendoj ti ke përdorur gjatë kësaj kohe për ta sfiduar pak mundësinë që të jep një varësi. Madje në këtë fazën e jetës që kam një kërkesë shumë të madhe në punë, që si thua që kam manifestuar vetë një fazë tjetër, pra kjo është welcome sepse unë e kam kërkuar, ndoshta për të krijuar eksperiencë apo për të ditur më shumë, për të provuar më shumë, sepse selte ndoshta kam dashur t'i kem gjërat që kam sot. Por jam shumë fleksibël, pra dita ndaj prioritetin çfarë është e rëndësishme, por nuk është se obsesionohem me gjërat edhe ngec si diçka që nuk po shkon. Jam shumë e orientuar që jo çdo gjë do shkojë sipas pritshmërive të mia apo të skuadrës time apo të punës time. A ka diçka që sepse nuk jam në këtë moment që mendon se është e tepërt? Në këtë moment jam shumë e ngarkuar dhe do doja që të mos kisha disa ngarkesa pune që janë të panevojshme. Por nuk është në dorën time, sepse nuk e kam më të luksin që pra janë disa procese që janë iniciuar, disa gjëra që më janë besuar që jo çdo gjë mund ta kontrolloj unë tani. Por në një moment të dytë do ta kontrolloj, patjetër. Mendon se puna të është bërë pengesë në një pjesë të jetës tënde? Nuk e them dot me plot gojën këtë, por fakti që jam shumë skrupuloz dhe që jam kërkuese, që jam sfiduese ndaj vetes, ndoshta më ka dhënë këtë edukatën e punës që mund të kemë shkaluar momente të caktuara, gjëra që shokët ose shoqjet e mia i kanë pasur prioritet në fazat caktuara të jetës. Ndoshta kjo ka të bëjë me mënyrën si jam rritur apo me përgjegjësinë, me personalitetin tim, nuk e di këtë, po mendoj që mund të më ketë penguar në fazat caktuara të jetës, po ke provuar që të fusësh edhe gjëra të tjera në jetën tënde përveç punës gjatë kësaj kohe?
Po, unë jam njeri, nuk jam njeri që vetëm punoj, patjetër që mundohem nuk i vendos vetes vetëm prioritete që lidhen me punën, po edhe prioritete personale që lidhen me shëndetin tim, me ndër fizik, me udhëtimet, me mënyrën si unë kaloj kohën e lirë. Dikush thoshte, më thotë gjithmonë, e ka si shprehje, është një producent i famshëm që puna s'të rrethon kurrë. Çdo gjë të rrethon, të rrethon. Puna të jep, duhet filluar nga rroga. Të jep ato që ne nisim me vlerën e vetes kush je. Dhe shumë njerëz e keni parë që kur prezantohen fillojnë me punën. Po. Jo, shumica botë teori thotë ti nuk je ajo që punon, po në fakt. Po. Të jep marrëdhëniet, siç po ndodhet në rastin e jetës networkun të. Që ti fillon edhe krijon marrëdhënie, ka shumë efekte pozitive, prandaj ne lidhemi me pjesën e punës, por në rastin tuaj, unë mendoj se ju nuk jeni në patologji, ndryshe nga më përpara. Ishin të lidhur. Jo, e po më duket shumë është shumë rehat me ata që merr, thjesht nuk ardh momenti shumë gjërave të tjera. Por që besoj do vi shumë shpejt. Pra unë mendoj që jam në një harmoni shumë bukur për momentin, sepse i kam akoma në kontroll gjërat, pra nuk janë gjërat që po më kontrollojnë. Kam vendosur dhe kam dashur dhe në fakt gjithmonë kam dashur punën sepse në të gjithë vitet e jetës unë jam këtu për i punës, pra asgjë nuk më është falur, por e kam fituar me shumë punë, me shumë disiplinë, dhe ndaj e dua shumë punën. Dhe si thuash është monedha që më jep atë sigurinë e gjithë vetes e gjithçka që kam sot. Në momentin që jam pushim, patjetër që ulem, reflektoj dhe them prit pak. I japim vetes pak leje, pak pushim, mendoj që deri tani e menaxhoj shumë mirë këtë pjesë, pra e kam të ndërgjegjshme, nuk më ka dalin nga kontrolli. Më pëlqen që ketë atë rutinën e respekton gjumin edhe ushqimin e mirë. Po jam shumë strikte në rutinë, jam e frikshme fare dhe Dalin unë të ndjek prej shumë vitesh edhe kur diskutoj me shoqet e mia gjithmonë them vetëm unë edhe Dalina Buzi zgjohemi kaq herët. Siç unë fle shpejt, zgjohem herët, kam disa rutinat e mia të shumë shëndetshme, sepse ndryshe nuk munden që gjithë kjo ngarkesë nuk mund të performoj, është kohë të humbet fillin në një moment. Absolutisht, edhe kjo është dhe një këshill për të gjithë të tjerët që punojnë shumë, sepse dhe unë kam pasur faza që kam lënë trupin pas dore, e kam shijuar shumë atë periudhën e punës krimtarisë, por që është shumë më mirë kur nuk e lë trupin edhe veten pas dore. Është edhe më truri funksionon më mirë. Sepse ai është shtëpia, ai është në që shëndeti dhe gjithçka është aty. Si mirë ke hedhi dhe më mirë. I nisu të falenderoj shumë për rrëfimin tënd. Shumë rrëfim gjithashtu edhe unë juve shumë. Edhe promovues për punë. Falenderoj shumë. Faleminderit shumë dhe juve, natën e mirë. Natën. Kemi dhe një histori të fundit, dhe që është një histori shumë interesante, Jona, sepse prap është një baba, edhe në këtë histori. Këtë radhë është një baba shumë mirë financiarisht. Dhe vajza, aq sa i thotë, për çfarë punon, ato lek mund t'i jepja unë, kupton edhe rrogën. Por ajo thotë, kam punuar që e vogël, dhe kam punuar, thotë, purely pasërtisht për pasion, sepse mund të punonte te bizneset e babit, mund të jetonte shumë mirë edhe pa punën, dhe e ka zënë kohën e vet me studente për psikologji klinike, master, koordinatore studentëve, merret me promovimin e studentëve, ndërkohë merret me marketingun e bizneseve të ndryshme, bën 3 punë part-time, ndërkohë që është aktive edhe në shkollë, dhe madje më kujtoi një episod që unë e kam takuar për shumë për pak, sepse ishte duke promovuar një produkt të vetin edhe po e shpërndante atje ku isha unë tek në Folimari në jug, dhe e mbaj mend atë që ishte vetë që po e bënte këtë gjë. Atëherë kemi Livia në video call. Livia? Përshëndetje. Përshëndetje. I kishte thënë Elonos që ne jemi takuar, unë mbaj mend episodin, por nuk të mbaja mend ty. Mbaj mend që ishte një gocë brune Kinga, por nuk është se nuk të mbaja mend mirë. Se ka qenë diçka, e mbaj mend që ti kishe organizuar të gjithën. Po, ke qenë me pushime, kështu që është shumë e kuptueshme. Po si eci ajo gjëja që po bëja? Shumë mirë në fakt. Ne vazhduam për një muaj, domethënë, për 4 fundjava rresht. Edhe ishte goxha mirë, ishte eksperiencë shumë e këndshme. Dhe ti tani çfarë po bën aktualisht? Çfarë punë bën? Unë aktualisht jam koordinatore e studentëve tek universiteti ku kam mbaruar. Në të njëjtën kohë po bëj masterin tek i njëjti universitet që punoj, pra praktikisht jam 13 orë në të njëjtin ambient. Dhe pastaj kam punë part-time, që janë punë që kanë të bëjnë me marketingun, merrem me eventet,
Do me thënë, e kisha shënuar pak dhe aty që të CV-a ime ka shumë punë që unë i kam hequr, sepse nuk bëjnë sens me njëra tjetrën dhe shumë punë dhënës e kanë shumë pasiguri këtë pjesën. E di që thonë ti i bën gjithë këto gjëra, dhe kur bën gjithë këto gjëra ai aftë i bësh gjitha mirë, që kjo ka tema të ndryshme pas shumë pikpyetje. Sa orë punon në ditë? Gjithë ditën. Do me thënë, duke hequr pjesën, duke përjashtuar pjesën e universitetit master, po praktikisht e di qa është edhe kur jam sot e vura re, edhe kur jam në master, pra i hap punë vetes, i gjej punë vetes. Do me thënë, kishim për të bërë fotokopjet e leksioneve, edhe thot zysha mund t'i nis me PDF thot, ose t'i mbani të printuara në format flete. Edhe thot një nga vajzat aty, thot mund ta bëj unë thot me skanim. Pyetëm thash s'ka gjë se do e bëj unë, di dhe këmbgula dhe e bëra, dhe prapi gjitha punë vetes sot duke e bërë gjitha fotokopjet dhe duke i shpërndar. Po pse se ti që do ta bëje ti? E ka veten në këtë fazë. Po pse more ti përsi për fotokopjen? Për çfarë arsye ta bëje ti? Ose për herë tjera kur merr përsi për gjëra, ja merr tjetrit në një lloj mënyre. Mendoj se kjo është një mekanizëm që un kam për ndjenjen e përkatësisë, e di që bashkëveprimi që po i vi dikujt në ndihmë, po sa po i vi atij personi tjetër në ndihmë, është një mekanizëm që më ndihmon mua të ndihem më mirë. E di është pak egoiste, por rëndësi ka që është egoiste për një qëllim të mirë. Edhe mendoj që ka të bëjë shumë edhe me produktivitetin që kam si individ, domethënë unë ndihem në faj po trikot. Edhe kjo është e dëmshme, ka njerëz që thonë, di qa kjo është një super gjë, ti je e varur nga puna, e di? U ka më mirë, punon, fiton, edhe krijon eksperjenca, krijon mjoje. Po në fakt kjo për trupin edhe për trurin është shumë e lodhshme. Edhe vjen një moment pastaj që thua, ok, stop. Po edhe kur thua stop, prapë është shumë e vështirë. Ti je mirë, thua, nga gjendja ekonomike në shtëpi. Keni qenë mirë, keni biznes tuaj, besoj. Po, gjithmonë kemi pasur vullnime financiare të ndryshme nga biznesi. Po, dhe si ka qenë marrëdhënia jote me lekët, me punën tënde? Çfarë ka qenë leku për ty? Rrogat që ke marr, pagesat? Asgjë, do me thënë përveç faktit që e shikoja si diçka që unë mund të bëja të lumtur prindrit që t'ja u ktheja me ndonjë dhuratë apo diçka e di, thjesht për çështje mirënjohje me geste të vogla, jo me gjëra. Nuk realisht nga që jam rrahur me këtë gjë dhe ndonjëherë kur e flas, mund të duket e shëmtuar se duket sikur kjo mund të rritur, kush rritur kjo që si bë ka përshtypje leku, e di? Po nuk ka të bëj që s'po bën përshtypje leku si gjë, se patjetër që është e nevojshme dhe është temë shumë e gjerë pjesa e paras. Po nuk është se më ka dhënë ndonjë atribut të madh leku që unë të motivohem të punoj për lek. Pra, domethënë janë motive shumë të ndryshme që ma japin atë ndjesinë që të punoj. Po ke frikë se mos kështu edhe kish përdor veten? Tani akoma student, po në të ardhmen, nëse do kesh të lloj filozofie, do e shesësh veten lirë, kupton, do thua se bëj unë këtë, nuk ka problem. Po, e kam ekstrem shumë frikë, po duke qenë se jam master për psikologji klinike, tani duke mendoj që po nuk kuptove veten dhe po nuk ndihmove veten, nuk mundesh asnjëherë të ndihmosh të tjerat. Kështu që unë këtë gjë po bëj, po reflektoj me veten për ato gjërat që në fakt e shikoj që çalojnë, edhe i ka problemet para se të bëhen madhore, edhe kjo është një gjë që unë kam hasur, që e kam parë që mendoj që është një gjë që mund të bëhet problematike në të ardhmen, se është edhe sindroma imposteri që ka ato 5 ndarjet, edhe unë jam ai xhongleri në mënyrë metaforike që dua t'i mbaj të gjitha hallkat e jetës në përduar, edhe shoqërinë, edhe karrierën, edhe familjen, edhe kujdesin personal. Po kjo gjëja është e pamundur që ti bësh në 100% tënd. Kështu që duhet bësh një kompromis dhe unë aktualisht nuk e mendoj që ta bëj kompromisin, sepse duke qenë se po ja marr më të mirën kësaj eksperiencë. Pra në këtë moshë që unë kam, kjo gjëja mund të jetë e shëndetshme. Po nëse është kjo që thua ti, që do vi një moment në jetë që do vinë ca prioritete të tjera dhe kjo do jetë problematike nëse vazhdon një saj. Shiko, duke qenë se ti je nga familje biznesmenësh, që ka qenë dhe historia ime dhe kam treguar, un kam pasur një incident sepse e di që përmendë diçka në lidhje me babain. Ka qenë një moment që kam pasur kur kam punuar dikur sa kisha ardhur nga Amerika dhe pata një përplasje me
përplasje. Se nuk ishte një gjë e madhe, ajo ishte një më shumë, thashë them se sa vërtet përplasje, nga të tjerë me pronarin. Dhe ja them babit të si muhabet. Dhe babi ishte dhe nuk ishte era parë që unë sa mërzitesha me diçka që doja ta ndaja dhe vendosa mos ta ndaja kurrë, ai ishte s'ka problem. Dhe kishte kështu si sfidë më vete se si mund t'i punosh për tjetrin dhe ai të flasi kështu se të thot këtë. Edhe unë e pa që ishte pavarësisht se ai ishte njëri punëtor dhe vlerësonte shumë edhe më thoshte mua gjithmonë më çonte letra në shkollë, ti duhet punosh se me puno për emrin tënd, pastaj emri punon për ty. Gjithçka pastaj e kapte ajo egoja, që si mund të punosh ti dhe të durosh, të s'ka gjë se të mbaj unë, nuk ka problem. Është identike, e njëjta gjë. Po unë vendosa që mos i flas më babit. Po unë e kam marrë komike dhe e kam sfiduar shumë të pjesën, domethënë duke ja kthyer gjithmonë në komike, pra. Nëse më shef që jam e lodhur, o ba, thot, çfarë po bën? Mos ikë më, e kupton? Edhe po babi çfarë po thua? Kupton që si funksionon puna? Edhe thjesht ja kthej me sportivitet sepse ai ka të njëjtën gjë, që vetë ka filluar të punoj shumë i vogël, domethënë që 17 vjeç që ka bërë liceun për klarinet. Edhe ka ardhur në Tiranë duke, ne jemi nga Tirana, por babi ka qenë në fshat dhe ka ardhur ka bërë liceun këtu, edhe ka shitur gështenja dhe ka bërë këto punët bazike dhe vjen tani dhe më thotë që çfarë bën edhe pse lodhesh, e kupton? O ba, i them ti ke krijuar identitetin tënd dhe ke krijuar statusin tënd. Më lejo dhe mua ta krijoj eksperiencën time. Dhe më ka lejuar, patjetër, por që ka edhe këto ndërhyrjet kështu që unë ja kthej për komike dhe gjithsesi më japin ngrohtësi, kupton, më japin një farë sigurie që unë gjithsesi edhe nëse nuk do punoj unë prapë kam sigurinë, po kjo më pëlqente vetja që pavarësisht se e kam sigurinë nuk dorëzohem nga puna, nuk tërhiqem. Çfarë planesh ke? Ti më fala, mund të them të pyes sa vjeç je? Po, 22. 22. Sa je? Sa i kam bërë. Po, se je në universitet. Dhe je shpërndar, pra në këtë moment je shpërndar që po sheh, po bën edhe shumë mirë, je në moshën që je në eksperimente, sheh çfarë të shkon. Çfarë planesh ke për veten? A mendoj që mund të jesh vetëm psikologe klinike apo ke frikë që mund të bësh edhe 3 gjëra tjera paralel? Frikën e kam, bashkë me frikën e kam edhe dëshirën, por që nuk e di, nuk bëj shumë plana afatgjata, sepse edhe këtë e kam me kaqësisë mbrojtës që kemi zbuluar bashkë me një nga pedagogët që është psikologe shumë e njohur dhe ajo më ka thënë që Livia ti nuk bën plane sepse ke frikë se do dalin jashtë pritshmërive të tua dhe ti do zhgënjehesh. Dhe prandaj e kam kështu, domethënë i bëj lëmsh, nuk është se kam një gjë eksakte që ta them, por patjetër e kam kryesore pjesën e psikologjisë klinike, edhe sidomos terapisë në grup, ndoshta njerësi në Shqipëri, në akomodime të ndryshme, duke e lidhur dhe me biznesin, që janë këto ambientet cozy me vila druri, një gjë, njerëzit terapinë e kanë shumë të fortë, shumë të rëndë, mendojnë që është një gjë shumë e rëndë, po ndonjëherë nuk ka pse të jetë kështu që patjetër që këtë gjë e shoh për të sjellë njerësi në këtë aspekt. Edhe patjetër për pjesën e eventeve unë kam shumë të nevojshme të kem shumë njerëz afër. Më jep shumë kënaqësi. E di çdo buzëqeshje, çdo acarim, çdo ngacmim, çdo gjë përpiqem që t'ja marr më të mirën ditës time. Nuk ka asnjë ditë që unë nuk qesh. Domethënë edhe këtë gjë ta sillin njerëzit. Njerëzit mund të sillin shumë të këqija, por mund të sillin edhe shumë të mira, varet se si ti qasesh me ta. Shiko, unë kam diçka dhe mendoj që është shumë e rëndësishme që çdo vend të ketë disa fëmijë njerëzish biznesmen që arritur shumë mirë, të cilët duan të punojnë, sepse ata i sjellin një ajër tjetër, si ajo fliste për shembull Livia tani pra se si do ta bëj terapinë. Pra, ky lloj mendimi, mentaliteti nuk paragjendet tek njerëz të cilët janë mbijetues. Tjetër. Kështu që është shumë mirë që çdo vend të ketë disa vajza dhe djem të rritur me lek, siç e themi ne shqiptarçe, me shumë lek, të cilët kanë qef punën. Edhe eksperimentojnë sepse këta sjellin, është ky ajri, janë inovacionet, janë gjërat që ecin para dhe kryesisht vijnë nga njerëz që unë e përmend gjithmonë, siç ka thënë një shkrimtare e famshme Virginia Woolf, që kanë një dhomë më vete. Pra kanë luksin ta kenë dhomën, të shkruajnë, të mendojnë, kanë luksin të kenë mundësi që mos merren me hallet e përditshme. Dhe kështu që është shumë mirë kjo fati yt Livia, domethënë, edhe besoj që sidomos kur vjen nga familje që punojnë, punëtor janë, po që ti po e mendon këtë gjën e bukur për terapinë. Ndërkohë ti duke bërë dhe një libër që më bëri përshtypje se libri quhet Jeta nuk të jeton. Ç'do të thënë kjo?
Është pikërisht ajo që po thoja tani, që ne ndonjëherë bëhemi pasiv dhe duke u bërë pasiv, kur kalojnë disa vite tjetës, bëhemi pishman për ato gjëra që nuk bëm, për ato gjëra që nuk shijuam, edhe themi dikujt tjetër që është në të 20-tat që jetoje jetën, jeta të thërret, e di këto shprehje tipike, ndërkohë ata vetë në fakt pendohen për një gjë që e kishin në dorë dhe nuk e shfrytzuan. Edhe ja lën fatit në dorë, ja lën jetës në dorë, ndërkohë që ishin ata. Edhe ishte një shprehje që më doli sot shumë interesante, që thoshte si mund t'ja vendos fajin erës që më shkatroi gjithë dhomën kur isha unë që hapa dritaren. Pra ne jemi ata që lejojmë gjëra të hyjnë dhe të dalin nga jeta jonë. Nuk po them 100% se kjo duket sikur kemi superpower, po e kemi në dorë ne të vendosim limite, të vendosim. Edhe ky libër është interaktiv me lexuesin që unë nuk dua vetëm të lexoj se unë ndoshta di shumë pak nga sa mund të dinë të tjerët, po ajo që dua të bëj është që lexuesi të kuptoj veten dhe të kuptoj sa i zgjuar dhe sa i mençur mund të bëhet nëse kupton veten. Kjo është qëllimi, nuk është që unë të shkruaj një gjë të madhe dhe të bukur, është vetëm t'i nxis që të ulen edhe të shkruajnë për veten, të kuptojnë që nuk ka gjë më të vlefshme se ti të marrësh kohë për veten. Dhe prandaj e bëj këtë balancën sepse vetë kam humbur në disa momente dhe përpiqem që midis gjithë asaj rrëmujës një 10 minutë të shkurtër të notes, atë mesazhet e kështu, dhe kur e shkruajt atë historinë time, kisha shkruar që shumë faleminderit sepse atë ditë isha ekstrem e ngarkuar dhe nuk isha shkruar. Edhe ai momenti që shkruajta historinë më bëri një kështu dhe thashë shikon që duhet shkruash më shpejt. Edhe më shpesh sepse kisha kohë pa shkruar, kisha një 2 javë edhe kisha bërë një rend, një rutinë që shkruaja për ditë. Po e gjetë kohën, e gjetë edhe për librin. E gjeta. Ti se unë po i pyes së gjithë sa orë fleti? 5-6. 5-6. Edhe një gjë që është ekstrem shumë e dëmshme, por që nuk po di, kam diku te 1 vit e gjys, e kam ushqimin armikun numër 1, nuk ha dot. Nga pesha nuk bie, e kam neutrale. Njerëzit nuk e kuptojnë që nuk ha, sepse peshën e kam të stabilizuar, domethënë jam njësoj, por e marr ushqimin me vete në punë dhe nuk e ha kurrë. Livia, nuk e ha sepse ke fokusin tek puna apo thjesht nuk të shijon? Jo, mendoj që e kam fokusin te puna dhe nuk e mendoj fare, harroj që e kam marrë. Edhe mua më ndodh kjo në punë. Do ta ha pastaj edhe më hikën ajo pastaj. Po ke dëshirë për të ngrënë ose ndjen ndonjëherë uri? Rrallë. Ndoshta e kam mësuar dhe organizmin të tillë duke qenë se jam marrë me aktivitet fizike dhe bëja fasting që haja një herë në ditë dhe ndoshta edhe metabolizmi im është mësuar, mund të jetë kjo një arsye. Mund të jetë. Ose pastaj është edhe stresi ditës që më bën pas, duke qenë se truri me stomakun janë të lidhura direkt për drejt. E shoh që më ndikon ndonjëherë, patjetër, kur jam më stresuar nuk ha dhe për më gjatë. Edhe kjo është një defekt që nuk e kam rregulluar dot e vetja. Po për sa kohë është? Është faza, po që zgjat është 1 vit e gjys, që unë kam shumë problematik ushqimin dhe me thënë të drejtën më përpara kam qenë një lupse të mëshme. Kur nuk kam qenë shëndosh, por kam pas ngrënë ekstrem më shumë dhe shijoja më shumë ushqimin. Përmende pak më përpara që ke pas një moment disbalance me veten. Po. Çfarë ndodhi? Një disbalancë. Unë kam ngelur 1 vit në universitet dhe të gjithë janë habitur sepse e kisha me shumë pasion edhe doja shumë që të isha e para në degën time, jo për çështje ego, për çështje pasioni. Dhe ngela 1 vit edhe u habitën gjithë dhe ngela të tipit nuk vajta as në provime vjeshta, asgjë fare, nuk u përpoqa fare, thjesht e lash të shkonte atë vit. Dhe ajo mendoj ishte për shkak fizike, domethënë që kisha mungesë vitaminash dhe kisha të pamundur të çohesha dhe nuk e kisha kuptuar çfarë problemi kisha. Një gjë shumë e rëndësishme që më ka bërë të kuptoj që ndonjëherë disa probleme mendore, pra flasim si ankthi, mund na vinë edhe nga probleme fizike, siç ishte pjesa ime e mungesa vitaminave. Ndoshta nga fakti që nuk haja.
Edhe pjesa që dhuroja gjak, edhe nuk e kisha mbajtur stabil, dhuroja gjak gjithmonë 2 herë në vit për personat që kishin nevojë. Edhe kjo bamirësia e tepërt më kishte bërë mua dëm sepse nuk e kisha kuptuar që pritse jam edhe unë për tu parë. Domethënë ishte çështje neglizhence. Edhe të kthehem tek disbalanca që pata, ajo më solli në vete në fakt. E di aty ku ke më shumë errësirë, aty do e gjesh dritën tënde. Por ajo gjëja më solli në vete. Ajo faza që isha në një marrëdhënie toksike që më uli shumë poshtë dhe pastaj dola shumë herë më mirë. Si të ndihmoj sot ai moment? Ose si të ndihmon? Më ndihmoj të kuptoja më tepër se sa rëndësi kanë gjërat e mia dhe a ja vlen ti humbësh gjërat e tua për disa arsye të tjera që mund të jenë çfarëdo qoftë, jo vetëm arsyeja ime. Dhe kjo më ka bërë të reflektoj më tepër. Domethënë që nëse për ty gjërat e tua kanë vlerë, nuk duhet ti lësh të shkojnë aq thjesht. Dhe unë i lash të shkonin. Por thash, ishte një mësim që më duhej ndoshta. Janë edhe këto mësimet e adoleshencës që thonë, dhe unë thash përpiqem t'i marr me shumë sportivitet çdo fazë që mund të më ndodhi. Nuk bëj edhe këtë pjesën që e mendoj që nuk jam vetëm unë që më ka ndodhur kjo gjëja. Thjesht unë kam metodat e mia se si dal nga kjo. Është zgjedhja ime të dal mirë nga kjo gjëja dhe kam punuar me veten dhe në ato kohë që nuk kam qenë balancën tim. Dhe mund të pyes se si ndihesh sot me ato që po bën, ke bërë? Me thënë të drejtën pak në presion, duke qenë se jam gjithë kohës me mendimin që ç'do bëj tani, edhe dua gjithë kohës që të jem në progres, por siç kam këtë anën kështu që i ushtroj pak presion vetes, në të njëjtën kohë përpiqem shumë që ta sjell veten në terezi dhe ta balancoj. Balanca është gjëja më perfekte që mund të ketë bota, po është shumë e vështirë për t'u arritur. Po unë përpiqem sadopak, mos ta lë që të më zhysi poshtë ai presioni. Jetë kështu shoqërore ke apo jo? Që e mban këtë pjesën? Përpiqem, po edhe gocat që kam në fakt pak a shumë të njëjtën rutinë kanë, por që përpiqem, e balancoj mirë, domethënë nuk dal për ditë, sepse as nuk kam qejf të dal për ditë, me të drejtën. Të shtunën e kaloj me motrën e vogël dhe pastaj kur kam mundësi patjetër të premten pasdite nuk kam shkollë, kështu që e gjej një kohë, po shumë rrallë, me thënë të drejtë, mund të kem diku te 1 muaj e capa i takuar. Po ke humbur miq? Ata që nuk ma kanë kuptuar botën dhe rutinën dhe çfarë më bën mua të lumtur, se për mua ka shumë rëndësi ta kuptojnë që kjo gjë mua më plotson. Mund të më lodhi, mund të jetë e dëmshme, po punoj që mos të jetë e dëmshme, po punoj që ta shfrytëzoj në të mirën time. Ata persona që nuk ma kanë kuptuar, kanë pasur edhe persona që thonin, e kupton, çfarë punon? Na lodhe, puna. Këta persona janë përpjekur t'i largoj më tepër për mindsetin që kanë pasur që nuk përputhej me timin. Jona, në moshën që është Livia, që nuk ka atë presionin e krijimit të familjes, unë mendoj që është okay që të eksperimentoj dhe gjej veten. I think dhe fakti që ka dhe ide, nuk është vetëm siç kisha atë që më bëri përshtypje për terapinë. Që mendon, ka vizione, unë them që është super okay ti jesh kështu. Ajo që më bën përshtypje më shumë tek Livia është edhe fakti se si ka kërkuar të diferencohet me teatrin, me familjen, të bëj pjesën e vet, siç ne kemi përmendur në shumë raste këtu, sa rëndësishme është që një adoleshent të fillojë procesin individual të diferencimit, pra do thotë që ti të mos jesh njësoj me prindin, pra është e shëndetshme që të dallosh, dhe kjo ka ndodhur me Livian, për shkak patjetër të mundësive që ta krijojnë këtë komfort, të eksplorosh në mënyra pak më ndryshe, pak më të sigurta, mendoj, por e ka marrë si hap vet. Pra ka një motivim dhe një angazhim të brendshëm, nuk është se i është thënë. Dhe kjo e bën akoma procesin pra më individual dhe pse ka kushtet pra nga shumë njerëz të tjerë, por e ka nisur vet këtë gjë që është për tu përgëzuar, mendoj. Ajo do ketë kohë, do ta gjej atë vetën, por ka raste që do jetë ndoshta edhe si telefonuese të tjera që do bëj 2-3 gjëra paralelisht gjithmonë. Me që e ka qef të gjë, se në fakt dallohen njerëzit që e bëjnë paralel. Se ka njerëz që nuk bëjnë dot, domethënë dhe shumica e njerëzve në botë bëjnë vetëm një gjë, fokusohen tek ajo gjëja që mund ta bëjnë kryevepër. Ndonjëherë njerëzit që bëjnë disa punë mërziten se si ai kishte fokusin dhe ja doli më shpejt.
Dhe ata që ka 2-3 punë dalin çik më vonë ajo faza, por që është fazë e bukur dhe gjithë procesi është i bukur. Dhe shikoj që ka shumë pasion në gjën që bën. Nuk është vetëm punë. Livia, mirë je ti. Je në rregull dhe kjo është një shembull shumë i mirë edhe për të tjerë që të dëgjojnë dhe të rinj të tjerë, të cilët ndoshta nuk e vlerësojnë kaq shumë këtë pasionin dhe punën dhe fakti që ti ke pasur mundësinë dhe prap punon dhe ke zgjedhjet e tua dhe më pëlqen që punon siç e tha pavarësisht. Pra nuk është se më pëlqen që tha edhe Jona që nuk është se ke ratuar me fakti që unë do punoj te biznesi babit direkt edhe më pëlqen që eksploron veten dhe ke identitet dhe kjo është dhe fal prindërve të tu edhe familjes tënde që ke identitetin tënd, gjërat e tua edhe nuk merr automatikisht që mund ta marrësh një ditë, nuk i dihet jetës, por të paktën ti bën zbulimin tënd dhe kjo është shumë e rëndësishme. Unë të falenderoj shumë. Edhe shumë i bukur ai këndi aty. Është nga këndet më të bukura deri tani që na kanë ardhur në video call. Shumë i bukur. Si dhom dimri. Faleminderit. Mirupafshim. Gjë e mirë që ka ky programi sot, që ishte për workaholics, është se janë të gjitha zonja të suksesshme, të përkushtuara në punë dhe që flasin shumë shpejt. Sepse unë nuk kam takuar një njeri në jetë që punon shumë dhe është i dhënë pas punës, nga ato që kanë kështu të ritmin e 3 punëve, 4 punëve dhe që nuk flet. Ose jo, në fakt jo, prit, se kujtoj dhe ca që janë super në pushtet që flasin shumë ka dalë. Po, është dhe e tjetra që kanë një kështu, ndoshta proces menduari që kanë, domethënë, po, jo, s'ka të bëj fare. Ka shumë njerëz pushtet që flasin nga dalë fare. Ose flasin pak. Ose flasin pak, po. Në fakt ti punon shumë dhe ti flet kështu nga dalë. Ta që vendova. Ndoshta ne shpejt jemi gjysma e llafeve ikin kot, janë pa breqet fare. Nëse kanë të dyja bukurat e veta. Gjithmonë kam qejf flas shumë nga dalë dhe vetëm një fjali. Edhe shkatrohet bota. Jo shkatrohet, falni, se kam parë shumë filma zatimor me këto. Por jo kam qejf ti edhe ai njeriu. Nëse gjithsesi, ishte një temë është interesante sepse shumë njerëz kur ta dëgjojnë do mendojnë edhe për veten, thotë se si ka mundësi dhe historitë ishte interesante. Javës tjetër, po thonë mbaroj shpejt dhe po na thon nga stafi mund të kalojmë në një dramë. Se e morën vesh punën, kështu që po, do ta mbyllim me nder edhe këtë sezon. Do kemi dhe histori tjera. Unë mendoj që të bëjmë një live tjetër me telefonata, si ishte shumë interesante dhe ajo, me të papritura, siç na ndodhi në rastin e atij djalit me vajzën që u futën paralelisht. Gjithsesi, mbaroj për sot. Faleminderit shumë dhe ne po ikim më të freskët në shtëpi. Faleminderit. Andale!